Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Orlan Çafoku dhe ky është emisioni Degalog. Policia si institucion është nga më të rëndësishmit nga të gjithë institucionet e sigurisë kombëtare. Po si ka funksionuar policia veçanërisht mbas vitit 1990, sepse Shqipëria ka parë shumë ngjarje dhe ka krijuar shumë turbulenca për sigurinë kombëtare. Unë kam të ftuar sot një nga drejtuesit kryesor të policisë së shtetit në këto 36 vjet. Skënder Doda aktualisht është presidenti i shoqatës ndërkombëtare të policisë Dega e Shqipërisë, por mbi të gjitha ai ka një karrierë duke mbajtur detyra të larta në policinë e shtetit dhe ka menaxhuar ngjarjet më të rëndësishme mbas vitit 1990, pikërisht për të folur për historinë e policisë, por edhe për jetimet e tij personale, historinë e karrierës së tij. Unë e kam sot në emisionin Dekalog. Zoti Doda, të falenderoj shumë që pranuat ftesën time. Faleminderit juve që më jepni këtë hapësirë për të komunikuar. Policia juve u harron, po media nuk u harron, e ke vënë këtë? Jo, do të bëj një korrigjim vogël. Policia s'm ka harruar, sepse le të tregoj pak dinak. Të riqem. Unë kam investuar energjitë e mia në atë mënyrë që sot të mbahem mend. Le ta nisim me një histori shkurtër. Në 1995 në Amerikë më nderuan me titull Sherif Nderi dhe ishin mjaft drejtues policie, gjykatës, drejtues burgjesh e kështu, dhe bën një ceremoni dhe i thash, unë sot nuk kam pirë alkool, po kola, sepse kola përdor atje, por i kam thënë ministrit që nëse unë do të qëndroj 3 vjet drejtori i akademisë, do të bëhem lider shpirtëror i policisë. Dhe në fakt kjo lloj profecie u realizua sepse studentët që unë përzgjodha në 1993-shin bashkë me kolektivin, bën karrierë të mirë në polici, duke shkuar deri në nivelin e drejtorit përgjithshëm policisë shtetit, edhe drejtor qendror dhe rajonal, por edhe ato të cilët për arsye nga më ndryshme u larguar nga policia prap. Nuk më bine shumë që policia pas ka kujtuar dhe nuk të ka harruar, megjithatë nuk të ka harruar. Dhe në aktivitete dhe në aktivitete që zhvillon drejtoria përgjithshme policisë, unë jam i ftuar. Do të kesh rast i veçantë i barazimit të trekançave se çat tuar mora këtu nga policia, thot policia na ka harruar, as do ta di fare për ne, kemi dalë në pension, kemi dalë kështu, megjithatë unë të hiqem. Ka një dukuri këtu. Për shkak se njerëzit janë rritur në një ambient përbashkët, shpeshherë kur largohen, i kujtojnë tmetat njëri tjetrit, siç thonë që edhe Jezu Krishti nuk u bë i famshëm në vendlinjen e tij, sepse do i kujtoni gjithmonë që ti ke qenë i tillë, kështu që ekziston. Profeti nuk e dua në fshatin e vet. Nuk bëhet. Edhe unë fakt në polici hyra në 1993-shin. Dhe si thua, nuk isha pjesë e shkollës policisë, unë erdha nga ushtria, dhe nuk mbartja ato tmetat që mund të më kishin konstatuar shokët në... Do të pyeset në detaje, po një pyetje për hyrje dhe pastaj do fillojmë të komentojmë fotografitë. Si kanë qenë institucionet e sigurisë kombëtare nga viti 1990 e këtej, pra nga rrëzimi i regjimit komunist edhe deri më sot? Perceptimi im është që institucionet e sigurisë, policia, ka qenë gjithmonë në ndryshim vazhdueshëm, të diktuar si nga rrethanat e brendshme, ashtu edhe nga faktori jashtëm, që të jemi të sinqertë, dhe ku ka çaluar. Në përgjithësi, ne fokusohemi tek individi dhe jo tek institucioni. Dhe nëse vjen një ministri i fortë, thotë bëhet ministria ose policia e fuqishme. Po të shikosh madje edhe në ndrimet e ministrave të brendshëm, rrallë gjejmë vetëm këto rastet e fundit me Ervin Hoxhën, me ja 2 tjerë që i kanë parë që falenderojnë paraardhësin, sepse gjithmonë duket sikur historia fillon nga momenti që ministri ose drejtori i përgjithshëm marrin punë. Pra, nuk kemi punuar për institucionin, por kemi punuar për drejtuesin e institucionit. Drejtuesin. Edhe kjo frym është trashëgim, sepse ne historikisht kemi kaluar mjaft situata të vështira, duke marrë konsiderat që nga krijimi i shtetit parë shqiptar në 1912-ën, në atë zallamahi që ekzistonte, në fillim të luftës parë botërore, në pjesën pas luftës parë botërore boshllokun, me krijimin e shtetit shqiptar në krye Ahmet Zogun, dhe pasaj mbretërinë e tij
në 39-ën shteti u shkërmoq, filloi lufta, që ju e keni parasysh, dhe me ardhjen e komunistëve në pushtet, pra në 44-ën filloi një polici me emërtimin Policia Popullore. Në 90-ën kjo polici u shkri, se panë që ishte shumë e popullit, dhe ka një histori jo shumë të këndshme, që t'jemi të sakt, që policia ka një veçori që kur rëzohet shteti, elementi parë që ngrihet në këmbë është policia, nuk ngrihet ushtria, sepse vetë policia është shërbim të popullit dhe njerëzit, ta thëmë kështu me fjalë të shkurta, do paguajnë taksat. Ka dy alternativa, o do t'ja paguajnë taksat shtetit, ose do t'ja paguajnë taksat bandave. Për të mjetuar. Nuk ka rrugë tjetër. Dhe ne kemi provuar, edhe në pas 90-ës, në 97-ën, në krizën e madhe të piramidave, po ashtu në ngjarjet e shtatorit në 88-ës, me vrasjen e deputetit Hajdari, dhe në vazhdimsi. Kemi, le të jemi realist. Ne kërkojmë që të futemi në Bashkimin Evropian, edhe është normale, por kërkojmë të futemi më shumë nga ana materiale se sa nga ana mentalitetit. Unë kam theksuar dhe në media, në artikuj, që ne duam të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, por nuk është kollaj. Okej, do ta përzihem bisedën me disa fotografi, i lutem regjia. Zoti Dota, ju keni qenë në fakt, edhe pse karrierën e keni në polici, ju formimin e parë, formimin bazë e keni në ushtri. Këtu jeni në? Këtu jemi në Karpen. Atë Kavajës, kur bërit... Karpen Kavajës, bërin stërvitje, përgatitje për Spartakiadë dhe personi me flamur, jam unë këtu, që kam flamurin gjoks, ishëm kuadrati më i mirë. Kam pas një shansë Roland, përdesa isha i gjatë, më zjodhen... Sa i gjatë? Kam qenë në shkollë, kur kam bajtur 15 vjeç, kam qenë 1,78 i gjatë, ndërkohë shumë shokë mitë ishin shkurt, po u rritën dhe ata më pas. Dhe këtu kam qenë drejtuesi i kuadratit dhe bënim stërvitje për ushtrimet e Spartakiadës tretë kombëtare në 1974. Okej, foto tjetër? Këtu jam në shkollë bashkuar, në specialitet e zbulim. Po, unë jam i gjati dhe ky që është duke më qelluar u bë më vonë general në ushtri. Ai po, do të thënë këmbët po ti ka drejtë. Atë ishim luftim trup me trup, luftim ndeshës. Ai ky kishte shkëputje shumë mirë. Po pra çka kërcimi? Po kërcime dhe unë shqyqy zotit në atë kohë s'ka pas kështu mundësi për Photoshop e the tash. Jo, tani çka ka ndodhur mbas asaj përplasjes së këmbëve të tij? Ai, shiko, unë kam vënë duart aty dhe po mbrohem. Po, jo, çka ka ndodhur mbas asaj se kanë me duar. Ai do më gjuante. Po. Nëse u rrzohesha do rrzohesha. Ashtu, ai do binte, po do binte në rër. Në rër, kuptohet se jemi në buzdetit. Po. Dhe kam përdorur këtë fotografi nga herë që jeta është e ashpër, edhe qëllon, nuk ka ledhatime. Aty apo ai? Jo, të dy binim, po çështja që mos bie të thyje duart që të vritësh. Që të ishe i aftë për të... Që kërcimi ai, më kush është ai? Është Aliko Çeku, ka qenë shok klasë me mua, ka qenë marrë me 10 garistë, si thuash, te Parizani. Më vonë bë komandanti i Akademisë Shtabit Përgjithshëm. Çfarë kërcimi më? Ajo është keqen e karates, ë? Po, ashtu kishte emër tim tjetër atëherë, Sambo. Sambo. Po, luftim trup me trup, por elementet ato ishin për vetëmbrojtje dhe për të reaguar. Stërvitja ishte spartane në degën e zbulimit? Shumë. Stërvitje jetesë në Borë, marshime, lëvizje në ujë, në male, mbijetesa, do të janë element të cilët ne kishim në program stërvitjes. Ja është një foto mbas kësaj, mos gaboj, foto tjetër? Tu jam në shkollë Stërbej, fakt, duke folur pas stërvitjes e bënim Vosopoj, kur ishim në Vosopoj të Korçës. Në dimër, në shkurt? Në dimër, në shkurt mars, bënim atje. Nësoj u lava atje me të borë? Atje një pedagog jo, një Petraq Konopi, thonte, djema, thonte, mbushuni me ajër se shplot me ozon, se ishte klima shumë e mirë, dhe kishim dhe i gjëtë mirë se kishe kavaleta patatesh, dhe përveç ushqimit, ne hapim një kavalet, se ishin mbuluar nga... Ishe lejuar, apo? Jo, kryetari kooperativës e erë në tha, shko, tha, ju lutëm hapni vetëm këtë kavaletë se marrin ajër tjera të prishët. Po pas keni vjedhur, dhe më thë? Po, le të themi brënda për brënda.
Po dhe si e përballove shkollën Skënderbej me rregullin me të gjitha? Unë isha dhe kujdesa kompanie, në fakt, në shkollë dhe kam jetuar si gjithë shokët e tjerë, pra nuk isha privilegje. I vetëmi privilegji imi ishte që kisha shtëpinë afër, në Babru. Po pse ti nga je? Unë jam mirditor, Po? po jam rritur në Vlorë Po? dhe në 63-shin, moshën 5 vjeç kam marrë në Babru. A keni jetuar në Babru? Babru. Do të bie nga ato familjet e para që Sektori që u krijua ishte koha kur po fillonte dhe ishte krijuar femra Gjergj Dimitrov. Po? Po Gjergj Dimitrov sigurisht që Sauku? Gjergj Dimitrovi ka rrethuar gjithë Tiranën. Ai ishte gjithë rrethilat e Babruja, Tiranës. Kamza, Farka, Shkoza. Gjergj Dimitrovi që është gjithë? Më vonë u ndan, kësaj fermës i dhanë 17 ndori dhe pjesën tjetër lanë Gjergj Dimitrov. Gjithë ata që nuk e din, Gjergj Dimitrov ishte udhëheqësi i Bullgarisë. Po. Se çfarë lidhje kishte ja vendosi emrin. Po. Dhe ju ishit nga ata që themeluat Babrun. Po, do të thënë Babrun e re, sepse Babru i vjetër ka lagjet e tjera, ishin prej vitesh aty. Dhe ne kishim nevojë për punëtorë gjithë televizëm. E ke sot shtëpinë atje akoma? Jo. S'ka asgjë atje? Vllai i fundit që jetoi atje e shiti shtëpinë dhe jeton në vend tjetër. Por me Babrojn kam lidhje sepse kam shok, jam rritur atje dhe tash të paktën di që kur largohet ndonjë nga jeta, shkoj me përcjellim. Po do të thonë ti ishe Tiranës që ishe në shkollën Skënderbej. Tiranas. Po si do të thonë shpinë këtu dhe ti flije në shkollë? Po, flija në shkollë dhe njëherë kur merrte malli për shtëpinë, se takoj edhe shokët, në mëngjes kur bënin vrap, në orën 6 mëngjesit nuk bëja vrap rreth stadiumit të shkollës, po e merre kompaninë e shkonin me vrap deri Buzlumit dhe ktheheshim. E ishte e njëjta distancë, por unë edhe shikoja fshatin edhe kthehesha. Sa e bukur kjo. E bukur. Foto tjetër? Tani, këtu është një stërvitje. Këtu jemi në shkollë bashkuar, po. Në shkollë bashkuar. Jeni në det këtu, në Adriatik? Në Shëngjin. Në Shëngjin, po. Këtu jemi në Shëngjin, bënim kalime pengesa ujore. Po. Shiko majtas meje, pesa, është Bilbil Mema. 12-a kush është? Ku jeti këtu, 12-a? Se unë se gjitha do të? Prit jam atin A, do t'jetë ajeti. Atje. Kurse pesa... Pesa është Bilbil Mema? Pesa është Bilbil Mema. Bilbil Mema ka qenë në... Që bë drejtori i përgjithshëm. Që bë drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit. Po ju gjithë nga ushtria kaluat në polici dhe e pushtuat polici. Pat Bilbili kaloi, sapo marroi shkollën e bashkuar, kaloi në gardë, pra u bë pjesë e Ministrisë së Brendshme. Po ishte student i Ministrisë së Mbrojtjes, e kaloi atje. Ka pas me shumë të drejtë, shpesh herë njerëzit thonë që pse kaluan nga ushtria në polici. Jo pse kaluan nga ushtria në polici, por shumë oficer polici. Rreth 18% thonë që e dëmtuan policin oficerët e ushtrisë. Kjo ha diskutim. Në pikpamje profesionale, punës në vendngjarje, kuptohet që oficerët e policisë nuk ishin të aftë. Ndërsa në pikpamje të formimit... Nuk ishin të aftë, po pse nuk ishin të aftë? Sepse nuk ishin marrë me hetim vendngjarje, paktën me këtë. Se këtu fokusohet. Ndërsa sa i përket problemet e leadershipit, shkolla ushtarake ishte më avancuar. Po formimi, kush ishte më mirë? Shiko, nëse në polici ndryshojnë gjërat, formimi ushtarak pak ndryshon, sepse ligjet e luftës ngelen që nga koha... Jo, e kam të formimi generalun, pra, për gjithë ata që na ndjekin, pak njerëz e din. Kishte shkollë të lartë policia, kishte shkollë të lartë ushtria. Por ushtria kishte edhe shkollë të mesme, e cila ishte gjimnaz. Tani formimi general i atyre kuadrove, po përdorim termin asaj kohe, të ushtrisë, me formimi general të kuadrove të policisë, si ishte? Ja, qëndron më lartë ushtria. Po patjetër se kishim mbaruar gjimnazin atë? Do të thënë, jo, edhe në shkollë bashkuar kishte edhe nga jeta civile. Ishte po gjimnazi këtu, shkolla Skënderbej. Se shkolla Skënderbej ishte gjimnaz. Ishte ajo shkollë që... Nga shkolla më të mira në Shqipëri. Më të mira, është shkollë elit, sepse ishin, përveç për zgjedhjes, si thuash, ishin stafi pedagogjik që janë klasë. Dhe bazë materiale e gjithë shka. Laborator. Ashtu ishte laborator dhe kabinetet gjitha. Të gjutë guaja në atë kohë. Dogja, unë në shkollë Skënderbej kam vajtur si rezultati i inercisë, sepse dy vëllezër e mi ishin oficer, vajta unë, mua më pasoi edhe vllai i fundit, ndërsa vetëm njëri ishte në polici, por unë vajta në shkollë Skënderbej me idenë që të bëhesha pilot. Pilot, a? Po, dy ëndra kisha. Pilot dhe gjuhë huaj. Kur bëm provimet testin matur, për pilot u dogja. Pse?
më dola që në lartësi të madhe, Po? në 12.000 metra, më kishte dhimbje të fortë veshësh. Kishe dhimbje veshësh? Dhe unë nuk tregova aty te mjeku. Po? Më tha doktori, pse gënjen tha? Kështu tha doktori? Ti ke probleme me veshët, tha. Në fakt, zhurma veshëve ka filluar vonë, kur janë plakur, por ai në atë kohë tha, djalë tha, mos mendon ti, tha, se je duke ecë me bicikletë, tha, i thonë dhe me shpejtësi supersonike, tha, nuk je, tha, me bicikletë, tha, që të ecësh. Unë, Roland, bilancin tim ka fluturuar me 100 herë me avion dhe me helikopter, por kur kalojnë avionet lartë, unë ngre kokën lartë dhe i shikoj prapë. Është ajo ëndra ime që nuk e realizova. Ka mbetur penga. Dhe i shikoj kështu. E kam. Okej, vim këtu tani, këtu çfarë stërvitje jeni duke bërë konkretisht? Tu bënim kalimin e pengesa ujore. Po? Do ishte pjesë se ne bënim edhe ndimër. Po? Këtu jeni ndimër? Jo, këtu është në verë. Po me rroba jeni këtu, Me rroba. Si ku nga fut çdo apo në një helikopter, në një Jo, zbrisim nga mali. Po? Dhe do afroheshim pranë objektit. Do të thonë futeshit nga një pjesë e kalon në breg tjetër. Do tjetër. kalojnë. Dhe ideja ishte që ti të afroheshe pa zhurmë, sepse do ishte Prandaj nuk janë kështu krahët aty. Jo, do afroheshe pa Do zhurmë. të qeni do të thonë. Bile po, edhe rrobët kur zbrisim det në breg, Në breg? nuk do të çoheshim me herë me vrull për të bërë zhurmë, se llogarisë natën, pra rrobët do të hiqeshin nga dal ujë pa bërë zhurmë. Ishin pjesë e taktikës, zbulimit. Se qëndronin në ujë me gjithë rroba? Po ushtari kur shkoi për të bërë shërbimin, për të kryer operacionin, për të goditur, nuk do shkoi me rrobe plazhi. Do shkoi me pajime, me rrobe, me gjithçka. Dhe kjo ishte... Si ishte Bilbil Mema? Bilbili ka qenë drejtor. shumë i fuqishëm. Fuqishëm, ha? Shumë i fuqishëm. Dhe unë isha, si thua, partner me të në luftin trup me trup. Dhe... Ku shfitonte? Të hidhte e hidhje? Ja, unë isha sportist, kështu, por ne kur nuk kemi bërë, si thua, kush do më poshtë njëri tjetrin. Po bënim ushtrimet gjithçka që... S'po ma thua këtë? Jo. Ore të mundë apo e mundje, kaq? Jo, nuk më mundte. E mundje ti? Por isha sportist. Unë isha sportist i Dinamos. Por Bilbili kishte dorën, kishte dy cilësi. I dorë që po të mbërthente, mendo se të ka kap morseta. Bilbili, ha? Po, nuk të lëshonte. E dyta, ishte në qitje standard, i themi ne stanok me atë shprehjen e vjetër, ai nuk i lëvizte milimetri në qitje. Unë isha çik më fleksibël në qitje. Tani, mund më tregosh nga gjitha stërvitjet që ke bërë në shkollë, jo më pas në polici, cila ka qenë stërvitja më e vështirë, domethënë, që ke bërë? Stërvitjet gjitha kanë vështirësitë e tyre. Kjo në Foken? Unë kam qenë në Foken. Mali me Grobë? Po, në Mal me Çekut, më ka shpëtuar Zoti. Vërtet? Ke qenë ajo e Ortekut? Ndodhi një ditë përpara, toga ime. Këta, të gjithë? Po, toga ime. E zbulimit, gjithmonë. E zbulimit, po. Bëm marshim, vajtëm majt malit dhe vendosën skit. Tha pedagog Mark Mici, i lëm skit se nesër do vi, tha, do vinë grupet e tjera, s'keni pse ti merrni se bënim ski. E ti linit aty? Dhe i futëm atje, bërë një sturi shumë e fortë. Në fakt edhe u orientuam, dolëm nga Mjegulla, u kthyem në fushim. Të nesmet, toga ime kishte për të bërë një, kishte arë kontrol nga Ministria e Mbrojtjes, do bërë një zbritje në terren malor. Unë nuk vajta, sepse kisha një dhimbje të fortë këmbësh nga marshimi edhe nga bora, sepse unë nuk kisha çizme, për shkak këmbës madhe, unë mbaja këpucë ushtari. Po çfarë kishe këmbë? Kisha 45 për 46 dhe ishte problem për mua. Dhe ndodhi që në fushim, po lash, po ruesha kështu, vjen komandanti i batalionit, Dushan Shamete, dhe ndërkohë në mal gjuam krishmat e armëve. Mi po mali i thith zhurmat, ato vini shumë tata, dhe unë thash që pas kanë arritur shokët majt malit. Kur pas pun 20 minutash, le themi, vjen një shoku im, një agron pere, nga përmeti, dhe tha në ka zënë Orteku, edhe i shumë i ashtu, komandant Dushani, si që ishte aty në fushim, zori pistoletën, qëlloj, dhe tha shpejt tha drejt qafës topave. Unë isëm gjithë me vrap. Qa ishin të smurë, guzhinjerë, gra, që ishe personelin fushim. Dhe kur vajta afër vendit ku kisha në Orteku, një oficer më bërtiti, më pa, Skënder tha, mere këtë shpejt, edhe më marrin shokun tim, dhe të roqa zvar, a i kishe dëmtuar në ngush,
një zini Serani nga përmeti i dhej, dhe ishte bërë peshqiri që kishte mbështjell qafën, ishte bërë si ato gjeldetit kuqe, karamele, komplet. E troqa Gjak? Apo? me gjak, po. Ishte plagohet në përdegë të pembe, sepse rrshiti masa e madhe e borës, dhe aty mbështetën, pase kur erdhën në shok, fillon duke gërmuar, pati rrshitin e dytë, ajo ishte fatale. Aty u vra dhe komandant Dushani, bashkë me të tjerë, pra 11 vetë. Po, ma ka treguar këtë një intervistë të Rushan Dosi, cili ka bërë një libër. Ka shkruajtur një libër, është vërtet. Është vërtet. Se është një libër goxha i mirë dhe është edhe Rushani një libër që ka shkruar, ka cituar dhe pjesë nga ditari, më nga ditar, është edhe një shok tjetër Agron Zerani, i cili ka punuar mjaft për mbajtjen gjallë të kujtimit të shokëve tanë, madje ka krijuar në FARC një lëndin. Ishte vogël, lëndin me pemët, me emrat e shokëve. Tani ai aty është Bashkim Ganolli? Po, 13-a. Po. Bashkim Po Ganolli. tjetër në dikë tjetër të njohur? Po, Syria Beqiri është numri 8. Po, 8. Dashamir Shej është numri 7. Dashamir Shej jo e ka qenë zonës komandantgarde. Së mos e ngatroj. Numri 6 Teodor Tërpo. Po. Numri 4 që shkosh aty është Zini Goxhaj. Po. Është oficer i lartë, ka punuar. Po. Dyshi atje është Ali Koçeku, si thash. Vim tek të tjerët. Treshi? Është Bujar Shehur, në Gjorokastër. 4 është Skënder Zikulari. Mehmet Kurti është avokat. Avokat? Po, Mehmet Kurti, po, avokati një. Po, avokat. Këtu janë dy shokë tanë të ndjerë, që është një Demir Dalipi, këtu edhe Hajri Zhukri në krahun tjetër. Kurse këtu nuk është klasë me ne, quhet Xhavari Luzati, ka qenë një klasë para nesh. Se bënim stërvitje. Malë, se si manë mend gjithë këto me emra me gjitha? Unë kam mbajtur shënime, por arma më e fortë e ime është, si thua, memoria? Memoria. Kur i përjeton është... Foto tjetër. Këtu është Bilbili me mua. A i Bilbil me mua, ha? Po, Bilbil. Dhe ti e së ndërdoda këtu qeni duke bërë? Kur bënim hedhjet, kapjet... A do më dhe gjithmonë stërvitje për mundje? Po, për mundje, për luftit trup e trup. Da e bë drejtori brishmi policisë shtetit, e? Po, i thëmë kam bajtë ronë. Po, aty e hodhe pasaj? Po, ishte me rrotullim. Do të rrotulloj që të binde me gjokës poshtë. Në gjitha këto stërvitje na shërbenin që nesër në luftim ndeshës, sepse zbulusit rolat nuk ishin detyra të ushtesin front. Detyra jonë ishte që depërtonim në vijin e kundërshtarit, vijin e armikut, të godisnim shtabe, shtretë raketash, qendra ndërlidhjesh, po, edhe t'i godisnim mundësisht 10 minuta para se fillonte beteja, sepse goditja në atë moment humbet drejtimin, e çorodit. Dhe ne për këtë stërviteshim. Nuk ju dha shansi. Kemi jetuar në një paqe të kërcënuar, thonte një pedagog shkuar Xhemil Qela. Unë 15 vjeç kur vajta në shkollë, llogarisht që edhe mund të briteshim, por fati e solli që erdha deri në këtë ditë pa përdorur armën. E ke ndjerë ndonjëherë veten në rrezik për jetën? Sa herë thuaj. Me vërtet? Po do duket sikur është Qamil Buxheli ka atë tregimin stenogramin fjalimi për Belul Gjaraçinën. Duket bilet u fut dhe në fjalore ose Hamid Beqa, Belullëk thoshte, Belullëk. Po Belullëk. Më ka rënë puna një rast sa po ndava nga ushtari në kohën e ushtrisë. Po unë 50 metrash, atë e qëlloj Rufeja, edhe diq pas 10 ditësh. Diq pas 10 ditësh. Ishte një ngjarje e rëndë, si thua, në Laç. Ai u nda nga grupi për të larë pucët, dhe me qenë se u isha të tanket në atë kohë, ushtarë tankisë banin pistolet. Sepse ishte pjesë e ekipazhit tankut edhe do përdorte pistolet luftitafër. Rufeja qelloi mua në pistolet. Rufeja në pistolet, ha? Po, e dogji nga trupi, rrojti 10 ditë edhe mbaroi. Pastaj aksidente. Kemi përdorur armë, dhe kemi qenë, kurse më për qeshur, me 14 mars, unë përshkoja për në punë. 14 mars e cilit vit? 97-ës. 97-ës. A i gjatë 97-ës? Po, dhe përshkoja tek stadiumi i Dinamo, është një kazan plerësh aty, dhe duke ecur rrugës Xhanxhin Tirana. Qëlloni nga zona e Linzës, në kësaj Selitës,
dhe binin plumbat si ato mandat në tokë. Domethënë, ata qëllonin në ajër dhe plumbat binin aty. Dhe te kazani plerëve ishte i qenë. Do të që shkoj i ra qenit, i ra plumbi mund në bisht. Po? E t'ja dha ulurimës qeni. Ndërkohë, përballë aty komisarisë një konsultore, nxjerr kokën njëri, thotë, "O shok, po ku shkon më burr?" thotë. Tash po ishte shansi i qenit i keq që jo imi sot. Dhe në këtë kohë vjen një makinë, një ish student im, Kudet Morina, kishte vënë një llamarin mbi makinë, më thotë, "O drejtor, tha, a je çmend, tha, ku po shkon, tha?" Thash do ike dhe kam bajt në repart, atje na sulmuan, bëm çmos, Shik Sërmasi, ish komandanti i repartit, tregon që mes tjerë thotë që 2 vet nuk më tradhuan, thotë Skënder Dota dhe Plum Kovashica. Sepse nuk lam. Në reparti dhe njëherë cilin? Reparti 711 ku unë isha I ndryer shpejt. Do u sulmua reparti. U sulmua. Me çfarë u sulmua? Me me popull të armatosur, se kujtoni se në kod. Po, çfarë kishte me ju? Po u bë modës. Çmendëria kolektive. U bë modës për të shkuar. Ku ishte reparti? Në cilin vend? Reparti është sipër Thesarit, në Linz. Në Linz. Aty ka qenë shkolla e parë e zbulimit shqiptar atje, e diplomacisë. Po. Pastaj shkoi reparti 711, më vonë vajti Renea dhe tash është një repart tjetër policisë. Po tani sulmuan ata me armë. Ç'a ndodhi? Jo, ne u përgjigjëm me armë. U bërtita një herë me thënë vërtetën. Qëlluan kur e panë që këto po qellojnë u shmangën, dolën nga krahu tjetër. U vran dikush? Jo, nuk u vra, por e ruajtë edhe repartit. Në ushtri, po, nuk u fut kush se ne përveç repartit, ne kishim tunelet e repartit 304 ishim mbushur plot me armë. Me armë, ishin aty struar. Ata donin të merrin armë? Ke parasysh, ato do vën kur gjon që në institutin e policisë morën derrin e balsamosur, sepse u duhet derri balsamosur. Do thënë në institut bujqësor, ka sot universitet. Po, do thënë morën në laborator, derrin e balsamosur. Derri e balsamosur. Pse morën? Po, hajde të marrim. E morën po pastaj ku e lan? E thyen. E kanë hedhur. Ose për shembull tek reparti jon, po. Si për reparti ishte rezerva e komandës përgjithshme, depot. Dhe vjen një oficer, i ndjeri Astrid Toska, thotë Skënder, thotë, më sulmuan. Marim qa ishin ca policët tjerë ishin një Vlorë, po kishin ngelur ca aty, vajtëm me Artan Diti, në me i grup atje dhe i përzum shoferët që ishin për mbushin makinat. Tashi, është përqeshur, po, mbushur makinën plus sendeve, me uniformat vjetra, naftalin. Thas me naftalin, sepse doni naftalinën, hajde, vjedhim, të marim. Lëkura kështu stresa këpucësh. Dhe nderi aty, se të shkosh të marrë diçka që të hynë punë pa, po edhe naftalinën, dhe në kështë shpenduria kolektive. Po, foto tjetër? Këtu është Kasiot Berberi. Është dita ceremonisë e gradimit të studentet, brezit parë. Ju ishit në këtë kohë? Unë në këtë kohë isha shef shtabit të Ndryja Shpejt. Të Ndryja Shpejt, po? Në Linz, por isha eftuar, dhe po që është mrapa është makina presidentit, 001. 001. Po ishte Zoti Berisha në aty. A i ishte 001 atëre, se din njerëzit. Do të RSH, Republika Shqipëri, RSH 001, Presidenti Republikës. Kasiot Berberi, ka qenë student im, dhe ky ka një histori. Maron shkollën, fillon punë oficer, në 97-ën largohet dhe shkon në Angli. Atje takon, në bazë kartizit, takon një pedagog, profesor, i cili kishte qenë në akademi anglezë. Dhe e merr dhe e prezanton në fakultet, fillon punë, dhe ky sot është jurist, avokat, dhe 3 mandate është zgjedhur antari i Këshillit në qytetin ku jeton afër Londrës. Bravo. Është bërë i njohur aty. Krenari. Jam krenar për të. Luan të futboll, djali tash është noshur, nuk është kaq shumë fit aty. Okej, foto tjetër. Tani këta janë gjithë ministrat e brendshëm mbas vitit 1990, që janë shumë, Po. Cil nga këta ti ruan, sepse me shumicën e tyre ju keni punuar? Tash unë që të thëmë vërtetën, duke filluar nga zoti Bajrami Zyri, i kam njohur, do të thënë, pavarësisht nga marrëdhëniet e punës, se kështu i kam njohur, do të thëmë, zoti Bajram është njëri institucional. Që të lutem mund ta lësh në salën atë, se
Jo, jo, vetëm ose fike. Ose fike mirë dhe mbaj aty. Po? Zoti Paramishiri është njeri që punon për institucionin, po nga herë duket jashtë kohës, sepse ai punonte me pasion për ligjin, kur shteti ishte kërkund. Për zotin... Që do të bëne, pas ka punuar mirë? Jo, është po, për të punuar. Për Vladimir Ysin? E kam njohur vonë, jo si ministër. Kopliku nuk kam punuar me të, por të huajt, kur vinin në akademi dhe bisedonin, më thoni që zoti Kopliku ishte një tillë që ne futeshim me mende tjera dhe dilni me mendim ndryshe nga ai, sepse ishte menaxher, ishte organizator, kishte përvojë. Ndërsa jo, po Vladimir Ysin s'na thejgja, se e ke njohur. Jo, nuk e kam njohur. Nuk e ke njohur. Okej. Agro Musaraj? Agro Musaraj është njeriu që mirë apo keq mua më ndryshoi rrjedhën e jetës. Por çai ndryshoi Shqipërisë jo tyre. Pa, flas në raport si e njoh fund. Mirë. Dhe Agroni ishte i fokusuar tek si sportist që ka qenë mundësi Beratit, dhe ishte i fokusuar tek shokët, tek miqt, dhe madje në atë kohë kur ishte lufta shumë e ashpër ndaj atyre që ishin me pikpamje të majta, ai mori disa i futi edhe në polici. Ka prej tyre? Shok Vladimir Qilimi, për shembull, vllai Arbëri Qilimit, dije që ishte i majt. I majt. E mori me vete, si thuaj, futi në punë. Nuk pyeste, Agroni nuk kishte qasje. Shikonte pjesën politike. Absolutisht. Ali çfarë kontributi pati Agroni në policinë? Shiko. Atë kohë ai ishte një lloj, po themi, personifikohesh policia me ministrin e brendshëm Agroni. Patjetër. Në kohën e Agronit u përpoq që të kthente, si thua, shtetin në shinat e ligjit. Përpiqej me pati përplasje me presidentin? Vonë pastaj filloi përplasja me Gazidetën, me presidentin dhe pati me shefin e Shikut. Po, është turp. Jo, na tregon diçka se është turp. 26 maj ai s'di asgjë. Po, jo, Agroni ka qenë shumë indiferent. Unë kam qenë vetë në 26 maj në shesh Skënderbej. 26 maj 1996 është rrahur opozita në sheshin Skënderbej. Ju keni qenë Unë kam qenë me forcat e po tani na e tregon tani ç'a ndodhi. Po. Faktikisht njerëzit për t'u treguar sa më militant, sa më të afërt me shefin, me bosin, si thua, ishin prehur për të për të goditur opozitën, për çështjen e votimeve. Kush në polici? Se ministri s'dinte gjë thotë. Ministri ka kaluar një herë me makinë kot në atë kohë, as kishte fare lidhje me ne. 26 maj. Absolutisht. Po? Unë në atë kohë ishte shefi komisariatit të Elbasanit, Shik Sërmasi. Po? Ishim në qendër. Mu përballë Pallat Kulturës, rreth 50 metra. Po? Dhe kthej kokën dhe shikoj nga Partia Socialiste po vinte një grup i vogël, ishte ndrej Legjisi me shok. Servet Plumbi, ndrej Legjisi. Jo, Serveti ishte tek shkallët e 15 kaçe. Hotel Tiranës, po. Dhe nga që apostoli po jepte intervistë tek pallati aty te pjesa sipër Pallati Kulturë ku rrin zakonisht që bëhen mitingjet. Dhe ndërkohë vajti njëri dhe e qelloi me shkop. Po ç'ishte ky? Çfarë? Se ti ishe çfarë detyrë mbajti? Unë isha shef shtabi ndryrë shpejt. Në faktikisht ndryrë shpejt në atë kohë ishte futur fare në lojë për të reaguar. Më shumë u futën njerëz Shikut. Po ç'e ishin ata që qelluan? Ishin si Shikut? Ishin më shumë Shikut. Ishin Shikut, ë? Shikosh filmimet. Po jo shikoj, po i dim, janë bërë virale. Janë të rrallë, policia ndryrë shpejt jo për t'i mbrojtur. Po. Madje njëri shty njërin me bicikletë se u fut aty si xhol. U fut dhe e shtyti. Ka qenë një moment që i thash, aty kishim Akim Sheun, ishte drejtori i përgjithshëm. Dhe i them, thash, shiko, me kaq njerëz sa janë, kaq pak si ja vlen fare për t'u marrë, thash. Më mirë lëri aq se do thonë ti që kjo është opozita që del, se ishin shumë pak. Në fakt, Agimi për qenë shumë pasionant, si thua, ndaj bosit, tha, Skënder, me atë tjerën karakteristike, sheshi ra Bastia, se ishte detyrë që sheshi mos kapi. A, kështu tha, ha? Po, edhe Shik Sërmasi, Plator Bili Bashi, ishin aty për shikoni, Skënder, qa flet ti kështu, tash, duke sigurisht ti me të majtën. Agim Sheu, do të Po, i thash, thjeshtore, shikoj, nëse cili ishte niveli i rrezikut, pse duhet ndërhyje? U fut aty, më vonë pasaj, kur disa njerëz pranë ti filluan dhe u distancuan, më thanë një histori që a ishte thashtë theme, jo, thanë që Agim Sheu ka marrë porosi nga Ana Sas Angjeli që
Agim Sheu ka thënë Anastas Angjeli që bëjnë mitingun në Paradite, sepse plani ishte për ta bërë mazite, po bëjnë Paradite në mënyrë që ta marrë vesh bota. Agimi s'e ka pranuar këtë fakt. Po Anastas Angjeli, se kemi këtu Anastas Angjeli. Por në atë kohë në radhë dhe policisë këtu thuaj që ore ka thënë vetë që dilni shpejt, sepse kaseta iku në Itali dhe dha italiani shpejt ngjarjen e 26 majit. Tani, roli i Agro Musarajit në 26 maj, ka? Absolutisht. Nuk ishe. Absolutisht. Atëherë kush e ka bërë? Gazetete? Ishte gazetete Agim Sheu. Gazetete, po pse e bën? Tash duhet pyetur ato. Berisha kishte di. Berisha që kishte dieni, Berisha kishte. Kishte dieni. S'mëre frym pa miratimin. Do të është bërë raja e deputetëve është bërë me miratimin e Berishës? Tash ai ka thënë rrihni, a shtyni, a si qyshtek, aty u goditën. Po aty është goditur dhe Blendi Gonxha. Po e kanë rrahur Blendi, e ka tërheqë varr. E kanë tërheqë varr. Po se është edhe pa fëmijë. Ti ke parë me sytë tuat? Po i kam parë me sytë mi si unë. Po pse Blendi Gonxha? Pse e rran Blendi? Aty ishte çfarë të dilë përpara, nuk ishte se ishte i targetuar Blendi. Se është fiks 30 vjet për një muaj. Maj. Për një muaj. Masi u bë dhuna, u sensibilizua opinionin ndërkombëtar dhe Partia Socialiste vendosi të bëj prap një miting me datë 28, në fillim qershorit, se me 26 u vodhën votët, me 28 u bë demonstrimi dhe u dha urdhër që nuk do preket asnjëri. Dhe unë maj mend që më vini njerëz të ndryshëm, kërkoni sherrë, si thua, edhe ne mbanim që bëjmë stoik, nuk lëvizim, sepse ishte urdhri që mos preket njeri. Ka një histori pak përqeshur. Kur mbaroi mitingu që u shpëndam, ne morëm forcat dhe i vum te teatri Kuklave përballë Celisë. Filloi shi. Filloi shiu, ndërkohë më vjen një amerikane e cila fliste shqip, më tha, ndërkohë në Partia Socialiste po marrin fjalime në Artopoland. Dhe më vjen një amerikane thot, zoti Doda thot, kjo që po flet është Zoja Meksi. Thash, nuk e di, nuk i ashtu, Meksi, Arta, dikush. Date, po? Po, ndërkohë, Agim Sheu merr në radio një shef personelit, i nderuar shumë i mirë, shumë i urtë, thot, një Reshat Kazazi, dhe Reshat, thot, merr atë shokun tënd për mua, dhe shkoni te Partia Socialiste, garantoni dalje nga greva uri se nuk i rref njëri. Edhe Reshati tha, si t'ja bëjmë, shkojmë? Thashu, si ti themi, dilin se nuk u rrafim, ne i gjuajtëm mes sheshit. Thashu, nuk shkoj. Mi po ky shketi, tha, do shkoj se urdhi. Edhe u fut te Partia Socialiste. Ati e greve? Po, dilni, tha, se nuk u nget njëri, nuk u rref, kështu, doli. Mas 2 minutash, që doli, gjoj zërin i femre nga Partia Socialiste. Shok, thot, vlezër, thot, sa po doli një oficer i lartë i ministrisë brendshme nga ne, dhe na tha, me të vërtet në Santiago bie shi, tha, por tha në Tiranë tha bie shiu i diktaturës fashiste të Berishës, tha unë s'thash ashtu, thash mbaje, thash. Unë i trajtoj shumë gjëra pak me sens humorit tash, po ngjarje është reale. Ngjarje reale. Në Santiago bie shi, titulli i filmit, ë? Po, ishte titulli i filmit dhe mbaj mend një vajzë e cila tha do shkoj tha të nxjerr babain nga greva urisë dhe policia e la. Ajo vajzë duke është ndosh. Kush ishte? Nuk e mbaj mend, qytetare, por e kërceu gardhin e Partisë Socialiste. Ka kërceu, ha? Aq elastik dhe vajtu fut në grevë. Fut në grevë, ha? Bravo. Fut në grevë. Në fakt greva te vetëm në Amik Dokle bënde tamam. A na e tregojnë çikte se për ata që nuk e dinë, Partia Socialiste është futur në grevë uri atëherë, po zgjedhjet e 26 majit. Po. Por vetëm në Amik Dokle mande nuk hante. Na thanë që vetëm në Amik Dokle. Po tha të tjerë kuptohet që do vdesin për bukë atje. Po kush hante nga ata? Nuk mund ta di se si isha pjesa, por nga i fusin ushqimet? Shiko, nuk është pjesë si s'ja marr me atë punë, si e qyshtek, por je marrë që të keme të, po s'po e thua. Jo, nuk isha atë objekt, unë nuk isha i krimeve, as ashtu, unë thjesht isha me forcë ndyrë shpejt në mbështetjen e veprimeve të policisë. Por domthonjë biseda që bëi thonë vetëm në Amik Dokle ka mbajtur, ka respektuar grevën. Pastaj sa ditë bën? Urdhë? Sa ditë qëndruan në grevëri? A nuk më kujtohet. Nuk kujtohet. Okej. Po Halit Shamata? Haliti unë në 96 ishte poet, ishte njëri i butë,
Por edhe vuajtje madje pa drejt. po me urdhën të Halit Shamatës jam shkarkuar nga detyra me një histori shumë I shkarku nga detyra me urdhën të Halit Shamatës? për qeshur. Halit Shamata tani që na dëgjon thotë se As ma mëndaj kudo maj më. Jo, më dëgjon mua, thot ti gjithmonë për mua, thua një gjë, po tani ç'e themi Halit, ti pas ke shkruar edhe Skënder Dodën. Ndodhi që kishim shërbimet për fushatën për zgjedhjet lokale në tetor. Të 96. 96. Kisha Kisha 2 grupe në Tropoj. Po, dhe ç'a ndodhi? Dhe zënës ministri, Agim Shehu më merr në telefon, thot ku I ke njerëzit? Ishte edhe drejtori dhe zënës ministri? Ishte edhe zënës ministër. Po dhe drejtori mbulonte policit, po. Dhe më thot ku I ke forcat? Edhe I raportova kam këtu. Mirë, tha, një grup nga Tropoja lëvize për në Tiranë. Okej, kërkoj Tropojën në telefon, zgjoj një oficer I thëmë merr grupin, nisu për Tiranë. Çfarë kishte ndodhur? Grupi I ndryrë shpejt, kur shkuan Tropoj, morën dhe letrën nga Shkoza, qendra votimit, për të votuar në Tropoj. Mi po në 12 natës, ata lëvizën për drejtim Tiranës. E du të merrin prapë. Po s'kish ku e merrni, se ishin mbyll qendrat, dhe s'kishte si të jepe ditën e fundit. 8 orë rruga, erdhën 8 vetë, si ishin pushuan dhe kur vajtë për të votuar, aty nuk kishin emrin. Në listë, sepse kishin bërë zhvendosje. Zhvendosje. Dhe kthehen mrapsh dhe njëri njofton Albert Bërikën, ishte kryetar bashkie, mos gaboj. I Tiranës. Po, I thotë që 8 policë të ndryrë shpejt nuk kanë votuar. Tashi, si duhet Albert Bërka raportoi ose mori Agim Shehun, I tha 8 policë të ndryrë shpejt kanë refuzuar të votojnë. Dhe Agim Shehu më herë thot, komandanti, Edmond Qori dhe shefi shtabit shkarkim. E të shkarkuan ty? Na shkarkuan pas 4-5 ditësh, erdhi urdhë e shkarkimit. E ka bërë Halit Shamata? Dhe një person vajti te Halit Shamata, kishte lidhje. Po nuk e shpjegoi njëri? I tha, ore, tha po, Skënderi. Ka ndodhur kështu? U isha me gradë kolonel. E kishe gradën kolonel? Isha gradë kolonel, po. Dhe I thot, ore, keni shkarkuar, thot, ai është një shumë korrekt, njek punë, thot, lutem mos u merr me atë punë, thot. As nuk I dha shpjegim, asgjë, po kuptohet, ministri çaj do firmozë që sillin. Por Halit ishte një natyrë qetë, kështu. Ndërsa Belul Çelën kam një. Kishte përgjegjësi Halit Shamata për 97-ën? Shka, këtu është përgjegjësi kolektive, kujt ja vësh përpara. Nuk është çështje se këtu janë dhe gjëra që si thuash un kam bindjen që janë dhe shërbimet e huaja. Do të thënë 97-ën thua ti e kanë bërë shërbimet e huaja? Ti je I sigurt që kanë dorë. Kanë dorë. Do të thënë ato që shkruan dhe media italiane që e bëri CIA, e bëri kjo, e bëri ajo të jetë dakord. Janë shërbimet huaja të cilët kanë pas interes që gjendja në Shqipëri të jetë destabilizuar. Cilët ishin këto? Pastaj Cilët shërbim? Historikisht fqinjet nuk I kemi pas mirë gjithmonë. Jo, du të ndajmë kam fjalën se media italiane ka shkruar që në 97-ën Shqipëria bëri CIA, por media italiane nuk mund ta marrim të mirë qenë. Nuk mund të them se tani ju jeni me teorinë që në 97-ën Shqipëri e bën shërbimet sekrete të vendeve jo mike? Jo mike, patjetër dhe gjetën në atë kohë akoma Jugosllavisë, po Serbia? Gjetën shesh e bën për shesh. Serbia? Po Serbia, s'ka Greqia mund të ketë qenë edhe Greqia. Nuk është një hata, nuk është. Kjo është çështje interesash. Sa I përket Belulit, Belul Çelën, një herë takuar, kam parë në zyrë ti për të parë kompjuterin, që punonte në kompjuter. Se ministri parë që ka parë kompjuter, po. Ose ka hyrë edhe parë Belul Çelën, po kishte kompjuterin vet. Aty që si ishte intelektual, ishte inxhinier, Ishte inxhinier. Zoti Ali Kazazi Iku I shketi dhe ai iku shumë keq. Se edhe keq ta vjen për Halit Shamatën, se arrestohet ministri Brendshëm tani për 97-ën. Shiko, këto janë histori. E rënd ishte ajo. Po, e di. Ali Kazazi ishte tangent. Pak 2-3 javë. 2-3 javë. 22 ditë. Kam një histori me Ali Kazazin, kur u largua si ministër, unë ndërkohë kisha lëviz nga Shkodra në akademi, më takon, më thotë Skënder, thotë më takon që të më japin rrogë si ish ministër. Po? Mora këshilltarët e ministrit Ceka,
më thanë po dhe ndërhyrë që t'i japin rrogën që i takon si ish ministër kur largohet nga detyra. Vetëm 22 ditë? Po. Sa e bukur kjo. Meritan Ceka për mua është njeriu që e donte policinë. Tani, më fal, ty që kërkoj Ali Çamada, kush ktheu në detyrë? Jo, unë në 97-ën, nga oficeroje më thret në Relegisi. A të shkarkoj Ali Çamada? Po, më shkarkoj Ali Çamada. Jo, më shkarkoj, jo, më liroj. Nga detyrë, okej. Më shkarkoj. Okej, vinte Meritan Ceka thjesht është njeriu që thonë çfarë si qyshtek sepse njerëzit kanë perceptime ndryshme dhe tu të lësh pa ndonjë do të vënë bishtin. Por Meritan Ceka e donte policinë. Ndodhi kur unë isha në 97-ën, isha oficeroj, më thrasin urgjent natën, më thanë do shosh në Shkodër. Po. Sepse gjëndra ishte kaotike. Ngjarja e Shkodrës. Jo, ishte ngjarja kaotike dhe Fatos Nano kishte dhënë urdhër që o më gjeni njëri për Shkodër, ishte Barami Ibraj, shef komisariati, ose të shkoj gjithë Ministria e Brendshme atje. O që Ministria e Brendshme të gjithë në shkoj atje thot. Ose situata e keqe. Po. Në 97-ën më ka marrë Sokol Baraj, kemi ikur, drejtori i përgjithshëm i policisë. Po, kam filluar detyrën e shefi komisariatit, pastaj drejtori i Shkodrës. Po. Dhe në një moment takoj me Meritan Cekën, thash zoti ministër, policia në Shkodër është ku thret Kiameti. Do të thënë edhe zyra ime se ishte e djegur. Tha Skënder, tha, ti e ke mirë, tha, po sigur në pyesësh mua dhe ne do të investojmë në shkolla në Qerdhe i herë, tha, sepse ato janë shumë rëndësishme dhe policinë tha e ngre shumë kollaj, tha. Por Meritan e donte policinë dhe unë kam shumë respekt për të si njeri, pavarësisht që njerëzit kanë... Si menaxhove ngjarjet e 97 në Shkodër ke qenë shef komisariati? Do të themi sekret? Ti u mor peng drejtor? Më mrapa, jo me mua. Ai nuk e qenë ti. Jo, s'bëhet fjalë. Na thua të sekretin? Unë thash pak rrugë kam qenë sportist, mund si Dinamos. Po. Dhe kur më çuan në Shkodër, dy grupimet të majtë të djathtë thonin, të djathtë thonë ka qenë drejtori Berishës. Dhe nuk e ka me keq, si thua shpejt na godas me paramendim. Po të majtët më kishin quar, unë fakt isha korrekt dhe i kam dalë Shkodrës me burrëri, sepse shkodranët janë shumë fisnik, po të dish janë qytetarë. Dhe takimin e parë unë e kam bërë me shokët Munca. Ati në Shkodër? Po, me Munca. Si shef komisariati? Po. I thash... Me shokët? Me shokë. Thash... Ky është policimi në komunitet? Policimi, si duash që ajo, s'kisha dalë për të varë. Thash, ju lutem shumë, thash, unë nga ju s'dua sherr. Një, e para punës. E dyta, nuk dua që të paragjykoj, thash, unë do bëj punën si duhet. Dhe faktikisht, kur bënin, se kisha rrasë bënin statistika, thonin Skënder Doda ka bërë kontrollin e rrugës dhe 80% i ka bërë të djathtë dhe 20% të majtëve. I thësh, po pse mos majtë statistikun që... Ky shikti. Ke parasysh bëhet. Ishte një moment i vështirë kur plagosa Zemajdari. Po, sepse në parlament, pasaj... Kur Mazreku, aty u ngritën miting, vajtën dogjen zyrën e Partisë Socialiste dhe zyrën e veteranëve, por të veteranë qëlloj një burr me armë, i qëlloj edhe ikën me vrap. I thash, më trima, ju du të qëllosh direkt që t'ikni? Ikën, ha? Po, larguan. Me gjitha të... Veterani qëlloj me qini veteran? Veteranë aty qëlloj me armë, mbrojtur. 98-ën? 97-ën. Fund 97? Fund shtator. Kur plagos... Po, Azemi është plagosur në shtator. Po. Dhe qëlloj veterani... Po, qëlloj. Se vajtë të dignin zyrë, ti shikoj që ikni me vrap gjitha, se frika ka këm të shpejta. Por në Shkodër, thash, jam përpjekur, sa që dhe grupi deputetëve më thirrën, njëherë në... Dhe ishin Zefina Topalli... Nardoka, Mark Kroqi, kishte, dhe filluan, ke parasysh deputetët për shobë, thonin, përse ti nuk lufton krimin e organizuar? Ishte qesharake, ishte qesharake që unë bëja që posë dzirja policin në rrugë, sepse kishtë që polici linte kapelen diku dhe ikte fshije në klub. Shkodër ishte batrelo. Dhe i thash, ore, mire keni po, ty thëmë një që krimi i organizuar e mba Shkodrin qetësi, sepse ato nuk ishin interes dinte policia nga Tirana. Do një bërë kontrabandën. Dhe paktën Josefina tha një laf,
Skënder tha, ne të falenderojmë, tha se 2 gjëra ke majt, tha. Ke majt pjacën, sheshi, dhe velipojnë për plazh. Batut kjo e Jozefinës. Që tha, ke majt pjacën, tha? Ke majt pjacën dhe velipojnë për plazh. Sa bukur Jozefina, bravo, bravo. Qëllon, vjen zëvendëson prefektin, Elam Sharrën zëvendësoi Gzim Podgorica. Po, Gzim Podgorica. Dhe me vjen Gzimi thot, Skënder thot, të lutem gjej targ makine, sepse kam makinë pa targa. Po, flasë gjithmonë në 97, kupton që shteti dhe i them njëri të shkos kam parë një targ në filan vend merre vëria makinës. Sa ikën Gzimi me makinë, më vjen shefi i qarkullimit, Syri Rama. Thot, drejtor, thot, ato thonin kryetar me vjetrën. Thot, kush ja dha targat filanit, thash unë. Mos më tha, po është makina i personi që është në gjak, tha, edhe mund ta vrasin për tjetër kënd. Çfarë thua? Kemi vënë motorin shpejt për të ndjek Gzimin e i shkulim targat. Se mund dilë kush ja fuse e vrisë. Prefektin. Janë ngjarje absurde, por realitet. Perikliteta. Perikliteta. Edhe të kalojmë shpejt se ti je gjithë. Është se menaxhoj ngjarjet e shtatorit të 98. Korrekt. Un kam qenë dhe në kohën kur ndodhi aty ngjarja, u përpoq, ishte një intelektual. Je angazhuar me hetimin e ngjarjes së Azerbajdhanit? Jo, s'kam pas punë. Po vetëm me katë me shtatorin. S'kam pas me hetim. Unë kam pas në atë kohë... Menaxhimin e situatës? Po, menaxhimin e situatës. Se ata morën tankun, në atë kohë, po. Në atë kohë, ma e mend që Perikliteta fliste me Recep Mejdanin, i tha, situata është e tillë, si që ishte rënd, në këto kohë vjen Indije Gramozës Pashko. Po? Dhe tha, me ka përflet, tha me presidentin. Dhe më leo ta flas në ligjërat drejt, Gramozë më të folur pak nazale, merë telefonin, Regjo i tha? Po, gjok do tha, mos ishte policia shtetit, tha. Ne, tha, do na kishim marrë gratë, nënat, vajzat. Regjo, dëgjo, tha, unë jam qytetar amerikan, tha, për mua kujdeset Marizalino, por po mos ishte policia, tha, këtu, tha, s'do kishte asnjëri. Dhe Perikliu Shkret, thonte, po, qeveri e menderosur, sepse ishte shumë i revoltuar, i qelluan, por fati që shpëtoi pa uvrar. I vetmi politikan që tha u lava, tha, u ruajta, tha? E morën për dobësi, por Perikliu ishte nga ushtria, a ishte aviator, i aviacioni. Petro Koçi, njëri shumë korrekt, unë kam shumë respekt. I ndershëm, me cilësi shumë të mira, dhe do të thënë, kam respekt jashtëzakonshëm për Petro Koçin. Zoti Poçi ishte një administrator i mirë. E njifte punën. I luftoi 40 banda. Ishte presioni i Limprethit. Po mirë, po presioni po e bëri. Luftoi, kuptohet. Ishte, thash, njëri që njifte punën në administrat. Me të tjerët, pasi me zotin Ilir Gjoni, nuk është se kam patur të bëj kështu punë. Stefan Çipën e njoh, sepse ka qenë dhe sportist. Volejbolist. Ka qenë volejbolist me Kuksin. Me Çipën? Me Sarandë. Ka qenë dhe trajner në Kuks. E trajner nuk e di unë, po me Sarandë se andej. Edhe në Kuks. Kuks janë e kanë si njerën e tyre. Po, Luan Rama? Me Luan Ramën kam një njohje... Se kam një foto me Luan Ramën. Po, kam një njohje të vjetër. Luani punonte, kuptohet, por nuk i kishe këllqet për të qarë. Si kishte këllqet, ja, nuk e parë gjuhë, Luani më boton të shkrimit të Zëri Populli dikur, dhe kur nuk shoja për çështje partije, më shumë për çështje të sigurisë. Dhe ajo fotografia që do ta shikojmë më pas, unë e takoj Luanin, ishte koha e gjyqit të Thoma Gëllçit për shtypshkronjë Zëri Popullit, për një blerje. Dhe e takoj të Partizani Panjor, ndërkohë Luani shikon dikë që na bën fotografi. Edhe ul kokën, Skënder tha, një shikut na bëri fotografi. Po ta komentoj pastaj atë gjë. Po këtu pastaj ik Litoska? Nuk kam. Dorë të flas, s'ke punuar. E kam, jo, mbledhje gjëra, po. Tani po i marrim me radhë. Kur erdhi Partia Demokratike në pushtet, Sekull Dash, Buja Nishani, Luzim Basha, Flamur Noka, Tahiri. Jo, Tahiri ishte i PS-s. Po i PS-s. Këta katër do veçosh dikë Sekull Dashin? Buja Nishanin e kam zënësuar në Batalion e Sigurimit. Po, sepse ishte i ushtrisë. Ishte i ushtrisë. Dhe njëri që u përpoq, ishte institucional, ndërsa
me Oldashin nuk kam punuar, me Lulizim Bashën nuk kam punuar, në kuptimin s'kam pas punë direkt me të, jam takuar për ceremonie për gjë, dhe zoti Noka u kam njohur më parë që student në mjeksi. E ke njohur në... Po, e kam njohur. Si ishe në Po, nuk i dija si ishte si student i 10-ës apo i 5-ës, por që mbaj mend si ishte babroj me fakultetin e mjekësisë, kanë qenë shumë afër. E ke pasur nga zona. Dhe ai rrinte me vllajtin. Tani nga Sajmir Tahiri te Besfort Lamallari, se shiko tani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ministra në 13 vjet. Janë ndryshuar tmerrsisht. Një vit e pak rri ministri. Ka ndonjë që spikat që të kalojmë foto tjetër? Shiko, me Dritan Demiraj, për shembull, kemi qenë shok që kur nga ushtria. Se edhe ai ka qenë pak kohë, po Sandalleshi po ashtu e kam njohur që edhe si militar po edhe përpara. Po. Bledi Çuçi e kam njohur sepse ka qenë dhe kancelar në gjykatë Tiranës. Po, e vërtet. Janë njohje personale. Po jo flas gjurmë në polici flas. Gjurmë në polici pak a shumë aty janë të gjithë në kështu. Nga zotin Ervin ka qenë oficer policie, kam respekt jashtëzakonshëm sepse ishte vizionar, përpiqej. Po. Ervini vinte nga perëndimi kur ishte në drejtoritë përgjithshme, rria me të dhe më thonin o Skënder, kush si ky është për Evropë vëlla. Për Ervinin, ëh? Po, është për Evropë, nuk është akoma. Tani për ta mbyllur këtë një pyetje kam. Shumica e këtyre ti kanë ndjekur ai mallkimi që ndjek ministrin e Brendshëm. Se e kanë hequr, e kanë shkarkuar, e kanë degraduar. I ndodh Agromusarajt që u smure shoqja, e tha desh me iku gruaja. Thash je me fat pse gjithë ministrat e Brendshëm janë pushkatuar përpara, thash. Kështu që thash ti e mirë, thash bënim gallac, Agroni bëte shaka shumë. Okej. Foto tjetër dhe kemi foto dhe të policëve të ministrave të Brendshëm të kohës së komunizmit. Axhilleshi Kocizodze, Nesti Karënxhi, Mehmetçeu, Kadri Azbiu, Feçorsheu e Kurani Saj si Mostafon. Me Kadriun takoheshim si sportist. Kadri Azbiu, po. Ke njohur personalisht? Po, kam njohur dhe e shikoja me shumë interes sepse babai më kishte thënë që ka 7 plag në trup. E kishin vërtet? Kuptohet, i kishin në rrudhat e barkut, sepse takoheshim Kovalishenc te Ministria e Brendshme, dhe ai kalonte nga bloku, vinte takonte. Si që 7 plag, i kishte me vërtet? Babai më thonë 7, dhe ishte shumë i hajthëm në trup, ishte thatanik. Elegant. Po, dhe na thonte shko djema, mos luani këtu, thonte se luanim top. Se këto oficerët e sigurisë janë hamoqellot vjetër, thotë, nuk dërojnë dot zhurma. Dhe hajde luani nga bloku. Po ku shkonte atje? E dyta, Kadriu kishte djalin e tij futbollist. Po, që pati edhe një fat. Njerëzit nuk e dinë se pse ai e mbante Agron Dautaj dhe ky kishte, sepse ishte Kadri Azbi Dautaj. Dhe Agroni, një shumë i mirë, nuk donte të identifikojë nga Jati. Me Agroni kemi një histori, shpesh herë shkonim të menca për të ngrënë te klubi dhe ishte menca e vogël dhe ishte orari që vinin gjithë. Agroni, tjerë merrnin pjata, dilnin te shkallët. Mua më vite shumë zorë, se ishe ushtarak. Edhe jem tha, hajtë, Skënder, tha, rrim tu, tha. Tha, shto Agron, po pëse shkon tash të shpje jo të burë? Oho, tha, sa të kontrollojt ushqimi, e sa, ashtu dhe unë diqa për bukë, tha, duha. Në andë atyre se kishte atë vonesën, kishte vonesën, kështu. Dhe një ngjarje tjetër që kam qenë ndodhur shumë ngusht, shkoj për të marrë djalin në Kurbnesh. I kisha çuar për te një miku im, ishte i vogël fëmia, dhe te ura në Kurbnesh, shkoj, ishte ura e vogël, kur shoh një grup qytetarësh me rrobe civile, që bindin në sy ndryshe nga ambienti, thash, çfarë janë? Kur shoh Agron Dautajn, më besor Roland, unë isha me uniform, se atë e visha uniform që gjeni makinë për të hypur. Bëhet fjala në kohën 88-ën, dhe e shoh Agronin, mendova, unë kisha ngrënë bukë me të, tash mua më duhet të bëja sikur se shikoja. Ato ishin gjithë grupit të internuarve, kalonin nga ura, qytetit, shkonin tek arkivi. Dhe çfarë bërë? Arkivi, regjistronin emrin aty, te arkivi. Po çfarë bërë ai, fole? Jo, ai u shkëput, siç ishte grupi, u shkëput pak, tha mos fol, tha. Edhe u fut po prap në grup. Më tha vetë mos fol. Kur dola me ata, takova kryetarin e këshillit, e kisha ushtar dikur, më tha, Skënder, tha, nëse këto tjerë ju flasin,
Tha Agroni, tha, e di, tha, se goditen, tha, dhe krijon vetë të disa, më vonë ai bravo dhe veten, madje atje. Bravo veten, no? Por që Tragjik ishte. domethënë ishte ngjarje Si e përjetove pra? shumë rënd. Përjetove. Sepse nuk ishte për të Kush ja bëri Kadria Zbiut? Jo, më ka thënë djali me sheut vet, Kush Skënderi apo ky Bashkim? shqiptari. Bashkim. Po. Tha kur bëjsh ato demonstratat në fillim, u takuam tek Fodës Serbeu, po rrinim. Tha shko, ata gjitha vërsulli që për të vajtur te Enveri, tha. Ata që afroshin shumë, tha Enveri, tha, i binde, tha, dhe rregulliste. Do në lufta për pushtet, është e tillë si tha, lekun ta falta, po pushtetin nuk ta falta. Kështu që këto kanë qenë pjesë e sistemit të diktaturës. Ke ndonjë histori me ndonjë tjetër? Jo, me këto jo. Okej, foto tjetër? Kjo Me Agro Musaraj. po, kjo zonja këtu Po, kush është ajo? ish ministrja e Anglisë, Po, baronesha Çoker, e brendshme? jo ministre për Commonwealthin, Commonwealth. Dhe ka një histori Ku jeni këtu në akademi? në akademi. A janë studentët? Me janë studentët dhe është Ledi Çoker, ajo është Vera Xhelo për kthysja, Po. është Agro Musaraj, unë e student. Po. Tashti ç'a ndodh? Vjen përfaqësuesi i ambasadës, Steven Nesh, ai që është marrë me Putrindin, kanë thënë kohët e fundit, dhe kalkulojmë vizitën. Po. Ai doli te obori i shkollës, vuri kronometrin, filloi ngjiti shkallët me ritmin e baroneshës, Po. ul, tha 2 minuta e 30 sekonda, tha është koha që do ngjitet. Dhe 2 minuta zbritja, bëjnë 5 minuta, tha me atë afërsisht. 2 minuta fjalim ti, tha, 2 minuta për kthim. 3 minuta fjalim Musaraj, tha, 3 minuta për kthim. 5 minuta baronesha, kështu dhe nxori kohën 22 minuta e 30 sekonda. I thashun, po mirë, ti mendon se ajo zonja do rri 22 minuta, ja 25 minuta këtu? O zotri, tha, është këshilltarja e zonjës hekur, tha, nuk është kështu, tha. Okej. Marri masa. Margaret Thatcher. Po, e theqej. Dhe pas 2 ditësh erdhi, ndërkohë unë kam dhe material filmik aty, ishte Dritan Sheu, ministri i shëndetësisë, tha Skënder, tha po e rregullove humorin, tha asaj, tha se na ndodhi një ngjarje çfarë. Vajtëm në spital, tha, te pediatria për bërë vizit me baroneshën, tha, dhe në moment vërtet një nën, tha, sepse vdiq fëmia. Edhe kjo e quajti një lloj test lloku të madh. Në dalje, tha, na djelimi i përpara. Tha dhe tha zoti Dritan, tha ne do ju ndihmojmë, tha po min, tha do t'i rrisni vetë, do t'i hiqni vetë. Dritan Sheu. I tha, po. Tashi vjen baronesha dhe zbret, na jep dorën me radhë, unë kronometroja kohën se kisha vënë bast me atë Sheu. Erdhi në moment këtu pa një fotografi të Essexit, policia Essexit, disa nga tronin Essexit, thosha, është Essex. Nga tronin Essex, po, Essex. Edhe tha, tha, policia tha, në Essex kam lindur unë, tha. Po unë, llogarisë sa sekonda kalon. Po. Vazhduam sipas procedurës, sipas protokollit. Ande nga fundi thash, zonjë nderuar, thash, e kisha mësuar përmendsh se nuk në atë kohë nuk e dija anglishtën kështu, edhe kisha mësuar përmend shprehjen, thash zonjë nderuar, a mund na japësh kënaqësinë se një grup studentësh dëshirojnë t'ju përshëndesin? Po me kënaqësi, tha. Dhe unë bëj me shenjë, ngrihet studenti i parë dhe reciton Haroldin, Çfarë Harold? Çfarë Harold? Po, Bajroni. I dyti Robert Burns. Skocezi. Po, skocezi. Malsori. Pas e me radhë tjerë, kjo po i gjonde me shumë, si ishin anglisht. Po? Tha, zoti drejtor, tha, a mund të zbresun t'i takoj këta nxënës, tha, këto student ka shkëlqyshëm? Wow. Po, dhe nga 22 minuta, ajo ndeti një orë. Shumë bukur. Dhe në atë kohë, do të thënë ishte një ngjarje madhore, se në akademi sot në akademi vinë shumë, por në atë kohë ishte një ngjarje. Edhe kjo e miut pas ka qenë. Po, vrisi vetë ta. Mit vrisi vetë, vritin e vet. Foto tjetër. Të kalojmë pak shpejt. Drejtorët e përgjithshëm të policisë së shtetit. Vetëm t'i kalojmë shpejt. Për arsye të
punës, kam pas të bëj që nga zoti Astrit Mehja, deri tek Ardiveliu. Drejt Ardiveliu. Po. Kam njohje. Shpejt, si ke... Si veçori, Astrit ishte patriot. Astrit Mehja ishte patriot, e donte Shqipërinë, edhe për të ka pas i perceptim, sigur është i korruptuar, ndër këtë fakta i vdiq, i veshur me uniform, e kemi futur në dhe, ka marrë fjalim në Rubjek, në varrimin e tij, dhe është nga deti drejtori përgjithshëm që është futur në dhe me uniform policie. E kishte lënë amanet. E kishte lënë amanet? E kishte lënë amanet. Astrit Mehja? Astrit Mehja. Sabri Jace? Po, është drejtor i përgjithshëm. Është përpjekur, kuptohet, gjithë përpiqen aq sa i lejon hapësira. Pak kanë ndërtuar. Agim Shev si vlerëson rolin e tij në histori e policisë? I kam thënë kështu që një ambasador e pasi si po reagonte në Rinas ndaj disa oficerëve dhe tha mua s'm lejo ta them, po kam frikë se ai urren qenë njerëzore, tha. E kishte urren qenë njerëzore. Drejtori i policisë urrente qenë njerëzore. Sepse ke parasysh nga herë në biseda kështu ato edhe hapeshin. Sokol Bare po prap njëri shumë korrekt, shumë i përkushtuar, besniku pak kohë ka qëndruar, por ishe korrekt. Hasan Metej e njoh që kur ka qenë student, se ka qenë mundës me Gjirokastrën. Edhe e kam mik. Me Gjoliku nuk kam punuar. Veli Miftarin kam pas një përplasje me të, por nuk e kishte se kishte nga vetja ti, por ishte më shumë imponuar. Bilbili, po, s'kam që flase shok. Ti ke pasur shok, po si ke punuar me Bilbili shok? Por Bilbili ka pas një integritet jashtëzakonshëm. Bilbili i tregonte dhëmët dhe ministrit, brenda kufive. Dhe për këtë e pësoj. Na tregojnë qik tani, dhe për këtë hoqë. Po. Cili ishe ministri që i tregoj dhëmët? Jo, ministri e tregoj dhëmët si thua në thojza, Ilir Gjonit, sepse një moment Bilbili shkon për vizit diku, dhe ministri me i herë bën 40 emrime, livizje. Do të na iku jashtë? Iku dhe firmos ministri. Po e kishe drejt ligjore? Dhe Bilbili i tha, ore, po qa bëret, i tha kështu, po ke parasysh, hamë s'ka problem. Jo më zotri, tha, ti e mbrove, thonë të jeqta. Dhe joqi? Po, filloj i livizje, Bilbili, hesta. Dhe Bilbili ka qenë kokoroq, në kuptimin e... Kokoroq do të këmgullës, nuk qante kokë shumë për... Ka mbaruar shkollë... Dhe i thëmun për ne ke paguajtur, por prapë... Dhe nga kjo hoqën? Rogën, jo, e hoqi Luan Rama, me porosit Fatosit. Nanës. Kështu. Dhe i thëmë Bilbili, po thamë prapë se prapë rogën e mora. Se fitoj gjyqi? Rogën e mori... Fitoj gjyqi? Po. Bajrami, praj? Bajrami shumë korrekt. Bajrami, një institucional, kështu. Ahmeti po prap shumë korrekt. I vetmi drejtor policie poet, shkrimtar. Po shkruan, ka botuar mjaft. Me Ahmeti kemi një moment të përqeshur. Se? Punuet e zyra statistikave në drejtorit përgjithshme dhe nxjerrim dhënat dhe aty thote vepra që ndiqen nga sektori antiterrorit, 9 vepra. Po? Dhe në moment ky shikon duke shkuar për te ministri, me Skënder, thot, me direkt. Që është kjo 9 vepra terrori, më burë? Ku i gjete këto vepra terrori? Tha, jetë të rezi? O drejtor, thësh, janë ato mesazhe që u bëjnë ambasadave, që pëse s'na jepni vizat, e u bëni mesazhe kërcënuese, dhe ato alert, thoshin akt terrorist, kërcënim. Edhe ato. Ato merresh nga sektori terror, por nuk ishte akt terrorist, kuptohet? I thash kështu që janë me mesazhe të kësaj. Me Burgen, po prap kam punuar, Artandidin e kam pas edhe Vartës, kur kem punuar të ndyer shpejt, edhe Epror, drejtori force speciale, dhe si drejtori përgjithshëm. U plagos tek afër xhamisë Gjurës, ndaj një terroristi. Ardiveliun kam pasur student, e kam quajtur në Turqi, dhe ai kishte një respekt, dhe ka, kuptohet respekt, jashtëzakonisht për mua. Gledis Nano nuk kam punuar me të, por është drejtor djali Agron Nanos, kolegu tim. Gledisi ka kontribut, është shumë i pasur. Ka një lidhje me mua, sepse Gledisi bashkë me djalin tim kanë mbajtur 3 herë në Siri,
te kampi Alhol. Se ka qenë djali yt atje? Djalim Për që liruan ata? Bashkë me... Si quhet djali yt? Indri Dota. A dhe Indriti është djali juaj? Djalim. Që ka qenë atje bashkë me Po, Gledisin? bashkë me Gledisin, 3. Dhe nxorën disa nga... Kanë marrë familjet, ishte herë parë me Alvin Berishën dhe herë tjera me këto. Shumë interesante. Me Muhametin, po prap e kam pasur edhe drejtor të rendit, edhe drejtor përgjithshëm që ka që më vonë. Me Sokol Bishkën, njihemi prej kohësh, është një pasionant. Si e tha Berisha atë që... Shko, Berisha e ka këtë të keqe, flet tashi dhe nuk i ngrihet dikush të i thotë, po prit njerë, si e bën kriminal tjetrin. Dhe po thënë, Baltosja është bërë e modës. Është bërë e modës. Ilir Proda e kam njohur kur e qenë specialist në komisariatin 2, kishim një problem me një qytetar dhe mu ke parasysh vinin njerëzit ndryshëm mundësi ku t'i adresoja se ashtu edhe mora Prodën, i adresova problemin e zgjidhi, i thash nga jeti nga Fushbardha. O, thash, kam pas filanin Dervish Prodën, po thash kushërim, tha, respekti, thash. Skënderin, po prap e njoh që Tani, na thuaj diçka për Skënder Hitin që sapo është shëmëruar. Po, unë në radhë parë jore Skënderit... E një, e? Po, e njoh, është dhe antar i IPës, sa për djeni. Po? Është njëri korrekt, nuk ka dëshirë që të futet në për kallëp të ndryshëm, pra as me dëshirë është përpiqet të jetë i rrejtë. Tani, ky është i Belida Ballukut, vuri mafia... Nuk e di si e ka jati ti, Ferhata, nuk e di si ka emrin. Është djali babait, domethënë. Djali babait. Nuk ka të bëjë... Si tani se njerëzit e dëgjojnë, tani ti ke një mundësi se ai del vet nuk del. Zëdhënësi i policisë nuk del. Thuaj diçka. Kur të dalim nga kjo studio, njerëzit do thonë, Skënderi është i Berishës. Skënderi është i Fatos Nanos. Skënderi është i Recep Mejdanit. Edhe unë përpat po të tregoj albumin fotografi, kam fotografi me Ramizalin edhe me deri këto të fundit. Ne kam me gjithë. Por problemi është që ai ka individualitetin e vet. Duhet të themi që Skënderi Hita nuk ka të bëjë me Balluk. S'ka lidhje fare as me Ballukun. Shiko. Njerëzit janë të prirur për të besuar gënjeshtën shumë shpejt. Unë thash ju politika ajo që ngatron, sepse politika ka gjë. Nëse drejtori i përgjithshëm do zgjidhet me konkurs, siç bëhet, por jo të emërohet nga kryeministri, po të marrë mandatin në parlament, është më ndryshe. E kuptohet. Ne themi që mandat. Po, policia është instrument i politikës. Do apo s'do ti është instrument i politikës. Se shënsa shumë, nga Artan Didi, bile Justinburgë, do të thosha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 drejtorë. Kam takuar Vincenzo Parisin, drejtorin i përgjithshëm policisë italiane në mars 94. Sa qëndroi detyrë? Ai neti gjatë, po edhe ishte i moshuar shumë, dhe më mend kur e takova i thash, falenderoj, thash sepse unë kam marrë vesh që ju në vitet 90 i keni dhënë shumë makina policisë. Në fakt, makinat e policisë i dha italiani i mori Partia Socialiste në atë kohë. I hoqit vjetët e ashtu, u bë problem. Jo, si ishte kjo në 91-shin? Në 91-shin. Policia italiane i dha policisë makina për policinë. Po. Mi pa çfarë bën? Filluan dhe i mori Partia Socialiste. Kjo i duhet. Partia Socialiste sa kishte ndryshuar emrin nga Partia e Punës? Po, Partia Socialiste. Dhe i morën vetë ata? Po. Kush i mori? Fatosano? Parkimi. Ke parasysh, kaluan parkun e Partisë Socialiste dhe të shërbime qeveritare. Makinat e policisë. Pra e hoqi policisë. Dhe duke bërë muhabet, ai sa ishim kam se ishim në një ceremoni të betimit të oficerëve të policisë italiane në Rom. Më tha, i tha, është drejtori i Akademisë Shqipërisë kështu. Tha, shiko, s'mundi që kemi kaluar ne do i kaloni edhe ju, tha. Këtë tha, s'mundi që kemi kaluar ne. Foto tjetër. Këto janë Akademia. Vajzat e Akademisë, brezi i parë i diplomuar në historinë e policisë shtetit. Nëse në ushtri vajzat morën pjesë në 67-ën, për herë të parë, femrat, studente, këto filluan në 93-shin. Janë studentet e para. Ky është momenti që kanë marrë diplomën dhe unë kam qenë i ftuar. Ku ndryshon një polic djalë me një polic vajzë? Shiko, ka gjë. Dikur, kur bisedonim që cili është roli femrës, më thonin tuajt, ta një femër, ta kur i drejtohet një qytetari, ka një ton soft më të butë, dhe qytetari ka qikë vështirë që
t'i hakrehet femrës. Kuptimin që se burë me burë. Po. Nësa një oficer... Femrat, edhe ku punojnë në policinë, në komunitet, kur ka denoncime për dhunë familje, ka dhe denoncime njështëra. Pra, në qëse i police me ndjesinë e nënët kuptojnë që fëmija po gënjen, apo s'po gënjen. Sepse ka rasti që fëmija denoncon t'jati për dhunë familje se nuk e latë shkojnë në disko. Dënë ja dhe këto gjëra. Por e zbusin atmosferë. Dhe oficerja e policisë ka intuitën për ta kuptuar? Nën. Porosia që u jepja vajzave ishte ky. Çfarë? Vajza, mbajni veten tuaj në piedestalin femëror, mos u mashkullizoni. Mos u bëni burra. Mos u bëni burra. Sepse duke qenë pak rrezikojnë që të integrohen, të asimilohen, të bëhen si burra. Po, të bëhen si burra. Kishin një nga këto që u bën si burr? Jo, nga këto... Këtu se besoj këto? Jo, një vajzë që ishte më mrapa, ajo ishte me motor ciklet, mande flok si me kaslyç, i themi ne. Tu në polici rrugore? Herdi e lam, më po në shkollë, i thash gocë, a vinte me motor, i thash. Vinte me motor në shkollë? Në shkollë, i thash. Studente? Tash ti e policia, thash, po kështu duke se mi qenë çun, si çun haram, se edhe me lek kështu me shini. Si ato, vinte në shkollë? Po, vinte në shkollë. E la shkollë? E la, më mrapa. I doli çështje, do kishte vetë interes për ta lënë. Okej, foto tjetër? Këto janë dy student mit, ky këtu quhet Gent Nahana. Në shkollë, kur fillova që mora bresin, bëra konkurs, cilët do të bëni një pikturë që t'ishte embleme e akademisë. Dhe ky bën një pikturë, logo, shumë bukur, i tha, por sa mirë bërë, ta u merre me pikturë. Edhe ky më ka bërë një dhuratë, kopim të dasmës Shkodrane, nuk është në shumë cilëso, por në mbajnë shtëpi atë si gjë më të shtrenjtë. Bravo. Më ka bërë dhuratë. Një polic artist, domethënë. Po, është artist. Artist, shumë bukur. Foto tjetër? Ky këtu është Carlo Fanara, jemi në kalarën e Petrelës. Po. Dhe kur ishte në atë kohë zëvendës drejtor i përgjithshëm i shkollave të policisë, ishin 38 shkolla në Itali. Po. Dhe kur erdhi në drejtori në Ministri të Brendshme, unë herë parë që po merrja pjesë në një takim me të huaj të aty dhe faktikisht shumë drejtorë filloi kërkonin materiale direkt. Kur ky thonë të jam për shkollat. Unë duke ditur se si vinë punët, se unë formimin e kisha, unë s'kisha formim policor, mirëfill, po menaxhim isha marrë, kisha përgatitur anglisht, në gjuhët anglisht, frëngjisht, italisht, projekte për zhvillimin e shkollës. Dhe kur takoja personat që ishin drejtues policie, më thetash, unë ja afroja direkt variantin anglisht, frëngjisht, italisht. Ja thash unë kështu, kam vendosur. Pra unë nuk e bërë kërkesa, mjep këto, mjep ato. Por me projekt ne do punojmë bashkë. Në fakt, jo krijolli xhelozie, se thanë Skënderin ai mori gjitha për vete. Thash, ky është për shkollat, ky nuk është për... Foto tjetër? Në kuadrin e trajnimeve... Ku jeni këtu? Në Akademinë e Policisë. Këtu, në Tiranë? Në Tiranë, po. Këto janë policë, sherif, nga New Mexico, nga Oregoni dhe nga Texasi, për që vinin për trajnim. Kam një histori me këta, kur filluan trajnimet, filluan trajnim me pedagogët bënin pyetjet të ndryshme, dhe i ditë, më thanë, zoti Dota, ne do ndërpresim trajnimin, dhe pas 2 javësh do kthehemi këtu. Po, ta ne kujtuam, tha se pedagogët janë shumë fillestartë, apo këto që në kapacitete, tha ne mësojmë prej tyre. Dhe u ndërpre trajnimi, ndryshuan modulin, vunë objektiva tjerë dhe erdhën e bën trajnim. Sepse pedagogët me vërtet ishin... Foto tjetër? Tu jam në takimin e drejtorëve të akademive dhe qendrës servitore AIDLEST në Amerikë. Përkthyesi është vllai i Irma Libovës, Zami Libova. Ishte atje? Po, ishte për një studim për pyet. Po. Dhe në gazetën lokale kishin nxjerr një shënim që vjen drejtori, isha i vetmi evropian aty. Thotë ka ardhur një drejtori i akademisë, ai flet rusisht dhe italisht dhe një anglisht të çal.
dhe duan vetë për përkthime zyrtare, dhe erdhi. Këtu, përpara meje, foli një nëndrejtori FBI-t. Dhe në një moment a i tha, zotri i tha, mallkuar qoftë dita që i kam dhënë votën Bill Clintonit. Mendo tash të flisje në atë gjuhë, oficer policie. sepse po, na ka shkatruar vlerat andej këtej, s'ki dalë akoma skandali Levinskit. Unë tha, besoj, tha, në dy gjëra. Besoj, tha, në Bibël dhe në Terezën. Kur tha për Nën Terezën, si që kishin këmbët në për tavolina lart e poshtë, se rrinë shumë shlirët Amerikanë, i ulën këmbët dhe duart tokitën. Këtu më erdhi zogun shteg. Thash, ta tregoj unë ty, thash. Dhe kur dola atje, i thash, zotri, thash. Falenderoj zotin Filani për fjalët e mira që tha për Nën Terezën, thash, por mase në njëri nga ju, ata asnjëri si dinte, nuk e di, thash, që ajo është me origjinë shqiptare. Ato e dini nga Kalkuta. Kur thash që kështu, në pushim, me erdhën gjithë me kartë vizita, që do bëjmë, pyesën edhe për luftën Bosnjë në atë kohë, por që ishte impakti që i dhash më... Shumë e bukur. Foto tjetër? Këtu jam në gjykat për... Shumë e ke ngritur çekiçin, a? Po, edhe më thanë, qa do bësh, mora çekiç që ishte në krah aty dhe ngrita si gjykatës. Në atë kohë, Berisha kishte filluar sherrin me Zef Brozin. Kjo duhet të jetë 96. Jo, 95-ën. 95, po, 95. Këtu në korrik 95. Po? Dhe thash, më thanë, qa dëshiron t'jap? Më thash, do m'jep një 20 çekiç, t'ja u jap gjykatën në për se ishin... Tani ti ishe me Brozin apo me Berishën? Jo, unë isha mik i Brozit, se mirëditor, politikisht si e qyshtek, nuk mund të thëmë se s'kam pse të shtirem unë për gjëra që ashtu. Por di që më thanë që ne i kemi dhënë porosi Berishës që të heq Frashërin, Hektor Frashërin, e të pajtohet me Brozin, po ma thanë më mrapa këtë. Në fakt Berisha erdhi nga Amerika dhe hoqi Brozin. Dhe kush e sulmoi Zef Brozin aty, ata të shikut dhe ata të policisë që rrinë aty? Shiko. Se ti e dike mirë gjë, se unë e kisha një intervjist para një javë. Unë do të themi gjë, mbase Zefi është më institucionale dhe unë jam më, si thush i këtyre, Zefin kishin plan që ta shoqëronin dhe një miku, po, ta merrni, pastaj se si qytet. Ta rrëmbenin thaj, më rrëmbenin. Mund të kisha dhe fatin e Renzioxhës. Dhe çova një mikun tim tek dritaret se banjo e Zefit lidhej me shkallën, që mund të hypje kollaj. Si kanë qenë shtëpiat te Proj Palpoçit, dhe i vuri ca hekura. Te shtëpia. Po, vuri ca. Çka ka ti kishte shtëpinë? Ka 2 dhe ka 3, diçka e tillë. Dhe i thash Zef, thash, më kanë thënë këto që bënin trajnime me shkollën këto, thash që duhet çosh patjetër pasaportën diplomatike në ministritë jashtme, sepse sebepi do jetë që do vinë marrin pasaportën. Dhe erdhën trokitën, tha, qa doni? Kemi ardhur marrë pasaportën, tha, shkoni se kam ministritë jashtme pasaportën. Ndërkohë i dhan vizën Zefit dhe të shoqës dhe nuk e linin për të kaluar, shoqja kaloi, Zefin se lan. Prapë ndërhyn amerikanët që thanë... Në Rinas, po e tregoje e te. Edhe nuk e di se kam tregoj, por që kaloi. Dhe kur është martuar Zefi, unë kam qenë dasëm, nuk se e me dridhe, i thonë të Skënder, do të shkarkojnë, thotë, se kupton ti që... Do të ti ke qenë dasëm e Zef Brozit, kam qenë... dhe kishit frikë nusja se do t'ik një puna se ishe dasëm. Po, por unë kam filmim, nuk flasë kështu veresie, në 17 mars të 95-ës, i vdiqi jati Zef Brozit, dhe unë vajta në Gziq, ishe ditë me shi, dhe me që se kam pas një kamerë, duke filmuar, e kam dhënë kasetën bile Zefit nga momenti funerali dhe kështu që, dhe në ceremoninë funerale të Zefit ka qenë Qazim Gjonaj, kryetari i gjykatës së Tiranës, ka qenë një Skënder Hoxha, oficeri persekutuar që ishte në rend, ka vdekur shketi, dhe Gjesh Vladi, komandant i divizionit. Të tjerë nuk u afrua njëri. Absolutisht mirëditor kishte. Po si ka mundsi? Po, kurse kemi me të madhin, ç'm duhet mua, ti e kulak. Dhe janë filmuara, nuk më thot dikush që Skënder. Isha, si isha? Isha unë, vlla im, 2 policë, Tonin Marku dhe Gjeri Gjaci, që ishin marrë gjithë bashkë, dhe Qazimi ishte më burr, që kisha ardhur. Foto tjetër.
Ky është, tani na tregon, tani, Skënder, po na fotografon? Po një shikut. Një shikut, po? Dhe... Po se po qesh, pa mirë? Po, duke kështë dhe, edhe, sa ishte ndarë nga Thomaj. Duke artë të dy. Këtu ku jeni, të Partizani Panjor? Të Partizani Panjor. A dhe Tirana, hajde, si Kandahar. Fotografi ishte tek Kinema Partizani, aty në tokë, dhe fotografi ishte Dritan Haxhia, kushërim, a i më pa nga lartë, me teleobjektiv, bëri fotografi. A i ka bërë për qef? Për qef, po Luani nga ishte në stresin që për në arrestojnë, qikoj e Thomaj kishte ikur kështu. Dhe kthej kokën, thash, jo mëse është kushërima i shejtani, thash. Kjo foto më kujtojtë shumë mirë, se edhe nga pullovra legjendare, se e mbaj mend Luani që në atë kohë. Okej, ti atë kasetën që kënë në dorë? Kasetën e kisha për t'ja dhënë këtij Dritanit. Kushëri tim. Po, foto tjetër? Këtu jemi të... Nisi mbrojtjes? Jo, është ambasadori Gjerman, a i thinjoshi brapa Bujar Nishanit, Hans Peter Disdorn, dhe stafi ti, kjo zonja këtu është përkthyse, Eleni Kolevica, ka qenë, janë dy oficerë bashkim beqiri me tjetrin, Bujar Nishani që ishen misit mbrojtjes në atë kohë. Po, ishen drejtori mërdhënë me jashtë. Po, me jashtë. Me Gjerman kam një histori. Më thot zonja Kolevica, Skënder thot kemi një problem. 3 oficerat të sigurisë në ambasadë dëshirojnë që të bëjnë qitje në poligon. Por thot ne kemi problem se nuk mund lëvizim me armë nga ambasada dhe në Sauk. Po? Sepse ishin armët e tyre. I thash, thuaj atyre që kinezi ka një shpreje, ku ka shumë ligje, gjenden shumë shtigje. Thash, unë do sjell shoferin, futet të ambasada, ti marrë makinën se nga s'po njeri, thash, edhe ti bjerë në Sauk. Erdhën në Gjerman, më sollën letra për tabela, kufje, edhe tapa. Letra në gjitëse, mendoj, ne ishim për tokë, zero. Mi, kjo ishe i liqme kjo që për ti? Jo, gjeta shtegun. Paske shke ligjin Skënder Dodha. Duhet pas pak frym. Dhe më sollën, shumë të knaqër, se ato nuk e imagjinu, si më të lëviz me pistolet, tash po hajtë, ato bënin me armë tuaja, se ato dojnë me armë të tyre. Nuk donin, në atë kohë s'kishte procedurë, se si do lëvizin në këto. Dhe mas 2 ditësh më vjen mua drejtoria logjistikës e Ministrisë Brendshme me kallash për të bërë qitje. Ku po shkoni? Bëjmë qitje. Shpejt poligon të hapur, ju s'keni investuar as i kompensat. Tash më shkatroni dhe poligon me kallash, jo, po ti ke futur tuaj të ande këtej. Tash nasion njërë, edhe nuk i lash. Mi po më quante ministri. Të cili, kush ishe ministri? Ja, Gromusaraj. Po? Skënderis nga ka lënë të bëjmë stërvitje, kështu. I tha, pa, kor, tha, mire ka se, shkori dhe në poligon të atje, tha. Por, Gjermanti kam pas kra. Kur riktheva në akademi, Gjermanët më sollën qindra uniforma dhe u vesh Akademia Policisë, sikur të ishte polici Gjermane, se s'kish më robe. Dhe këtu jemi... E kujtim për Bujar Nishanën ke? Me Bujarin, kuptohet, kam zënsuar në batalion sigurimit. Dhe... Ke qenë komandant? Po, kam qenë komandant në batalion. Batalion sigurimit. Tani, ajo zona ati ishin ajo që bësh... Jo, te ajo zona ati bëshin pushkatimet? Pak më poshtë. Keni histori atje, dje në një gjë? Ka një histori që pyesja njerëzit, sepse aty i thonë repart 304 që më të vjetën, ku përshkatoheshin armiqtë e partisë, se të popullit tash hajde gjeje se ishin ashtu, dhe personi i cili i groposte ishte njëri besnik i partisë, po i merr edhe goja. Që edhe sikur donte të tregonte gjë, ai nuk që zgjidhu Kastile, ha? Nuk fliste dot, dhe i merr goja, nuk kuptoi. Se kisha dëgjuar një. Dhe një herë duke bërë muhabet, si duket piuaja, diçka të tillë dhe e keq kuptuan, thanë sikur është ngrit njëri nga varri dhe ka ikur. Dhe më tregonin, vajtën, hapën varret për të para, mos ka ikur apo jo. Ishte... Dhe varmisi, po. Varmisi. Ishe varmisi, i mere goja. I mere goja, që pra edhe sikur donë të të flisa, i së tregon dhe dot, se nuk e kuptoje. Po, në histori për dikë, a janë gjetur gjithë ato atje se? Kam idenë që jo. Nuk e në gjetur, Kam idenë që jo. Po çfarë? Thjesht mund të ketë rrëshqitur dherat edhe kanë marrë? Jo, kam idenë që mund t'i kenë marrë, t'i kenë zhvendosur vend tjetër. Do të bëni 2 varrime. Mas edhe kjo. Nuk mund të me kompetencë, por flas
Po mirë, tokën e pushkatimit nga e merrni nga Misja e Brendshme Policë. jo të batalionit tuaj. Jo. S'kishte lidhje bataljoni sigurisht. Bataljoni s'kishte punë fare. Ti vetëm sigurove udhëheqjen. Ishte sigurimi shtabi përgjithshëm, spitali ushtarak, udhëheqja, topografia. Ti e sigurove udhëheqjen. Po. Po çai sigurove se udhëheqjen sot? Shiko. Skënder. Edhe në 92-shin, ne ruajmë spitali ushtarak. Dhe një natë shkon nga Zidedja, mi po donte të futej me makinë në spitali ushtarak. Brenda. Polici, ai ushtari nuk e la. Dhe i thot komandantit ti, që është një plak, do futet me makinë. Doktorët e njohën, thanë, ama se kështu vjen gjithmonë. Edhe këto kujtohen ushtarët se më është nga ato oficerët e sigurimit, nga ato djetrit. Edhe e shtytën. U bë alarm. Si e shtytën, nuk e lanë? E larguan, e shtytën. Po, e thanë, o futu me këmbë. Shefi shikun. Po, o futu me këmbë, me makinë s'lëm, se ishte 10 e natës. Po zbrit, më thënë. Po, edhe më raportuan, i thash kujdes me njerëzit mos i shtyjnë. Jo, tha do të futu me makinë, se lëm, tha. Kur më merr Ilia Vasha, shefi shtabit të ushtrisë, Skënder thotë, shiko thotë se kështu ka bërë një oficer, thotë shkarkoi atë oficerin, thash o zoti shef, e ka keq kuptuar, thash se nuk është prezantuar se kush është tash. E ka vajtur për të futur me makinë kështu. Thash edhe dhe kanë ngatruar, ke parasysh krijoni situata të kësaj natyre që bien hall. Foto tjetër? Tu e presidentin? Me Berishën në ambasadë gjermane 3 tetor 95. Dhe unë kam një album që i vë fotografit me humor, edhe i thëm, Skënder, thot, gëzojmë që e mirë, do të shkarkojmë prapë. Si ishte ajo historia që komunistë është po i ndershëm? Kur mora më thiri Musaraj, agroni, Ministri. më tha Skënder ka menduar shumë, tha, kur të qoj, tha, vendoset të qoj drejtor të akademisë. Më thash, faleminderit, s'po bëj si komunistë, dhe që jo të shkoj dikush tjetër. Thash, sepse edhe Rasim Buriçi, drejtori i Forcave Speciale, dhe Hilu Shaku, interesoheshin që të më merrnin në ndryrë shpejt. Agroni tha do të çoj drejtor akademie. Thash e vajta në shkollë dhe gjeta kështu. Okej. Thash, po do bëj letër për mua. Si do bëjnë letër? Thash, ç'a letër tha? Thash, po kam qenë një vit antar partie, thash edhe. Qenë një vit komunist të zuri, e? Po, dhe 3 vjet stazh. Po? Dhe isha 3 vjet, 6 muaj kam bërë prodhim. Tha, tjetër, se unë mbaj mend gjithmonë me libra në dorë. Thash, jo, tjetër s'kam, thash, po me gjuhë tuaj, thash, kam mbrojtur rusishten në universitet dhe flasë italisht. O Skënder, tha, po ne kemi pas 25 vjet të, tha, e vuri gishtin nga portreti presidentit mrapa. Nga Saliu. Në mur. Agroni Saraj. Po. I madh Agroni. Mendo 3 javë ministri i brendshëm, ë? I madh. Edhe kemi pas 25 vjet këtë, tha. po, kemi pas 25 vjet këtë, tha, Orti thash, ai është fut politik, unë s'jam politik. Thash, edhe atë e njoh, thash, se kemi berber që na qedh dyve, Besik Çavushaj, te spitali. Tha, ja ta marr doktorin, tha. Edhe presidentin, në detyrë. Doktorin, tha. Shtypi atë butonin. Po, spital. Tha, po, Gron, tha. Doktor, tha, vendosë të marrë Skënderi drejtor akademie. E njoh, tha, komunist po buri ndershëm, miru pafshim. Edhe mbi telefon? E njoh, tha. Komunist po jeni ndershëm. Buri ndershëm, miru pafshim. Dësa i tha ka qenë 25 vjet sekretar partie. Sa e bukur. Foto tjetër? Njeriu i cili për mua është model si president. Burr shteti. Burr shteti. I vetmi që ka targën burr shteti. Njeri që kishte edhe backgroundin, sepse ishte djali i komandantit përgjithshëm, domethënë të ushtrisë, Spiro Mesiut, dhe vetë me një integritet të jashtëzakonshëm. Unë i uroj jetë gjatë, sepse me vërtet ai nuk pa majtas djathtas, ai ishte shumë korrekt. Foto tjetër? Këtu jam në Kini këtu? Jo, jam Korenë e Jugut. Në Korenë e Jugut. Kam qenë 2 herë në Korenë e Jugut, por ku kam mbajtur flamurin e Shqipërisë se kam marrë me vete gjithmonë. Ku ke ikur, ë? Bravo. Çdo vend. Çdo vend. Shiko, vendet e vogla 1. Moshat e mëdha 2 luftojnë gjithmonë për të identifikuar dhe i vetmi gjë që unë bëja pak në flamurin e kam marrë me vete kudo, në çdo vend. Foto tjetër? Mos ka bëj një tash këtu. Tu jam në konferencë. Po. Foto tjetër? Ky është që i kam vënë dorën, është drejtori më i gjatë i Indisë. Policisë. I policisë. Sa? Ka ndjetur 17 vjet
dhe janë xhiruar shumë filma për të. Ishte modeli i ndershmërisë, një emër Sanislana, kështu i kishte, por 17 vjet. Ndërsa këta drejtorët tanë rrinë nga 17 muaj. 17 muaj. Ky dhe janë bërë filma për këtë. Kjo ishte Foto tjetër? duke ecur në ashensor, duke ecur në ashensor, njëri me çantë kompjutit më kput kopsën e këmishës. Dhe pa dashje. Dhe kopsa bie në ndarjen, jo në ndarje ashensori humbi. Dhe si t'ja bëjmë, unë thash, kam gjilpërën, se si ushtarak marrin gjithmonë gjilpërën në kapele, po që kapele nëzore gjilpërën, dhe kjo gjeti për fat një kops të aty në hotel, edhe duke më qepur pa hyrë në konferencë. Shumë bukur, shumë bukur. Se ti do dili e keq me atë. Po, kam pas problem me uniformën. Foto tjetër? Me Dëfrim Metasani. Dëfrimin e kam mik, është promovues i vlerave më të mira, të sportit. Ka dy cilësi, edhe vlerën profesionale, por edhe atë të ndershmërisë, të karakterit. Shumë. Këtu jemi takim me muncat, dhe muncat, unë kam thënë shpesherë, kanë një veçori që në qoftë se një futbollist, një basketbollist ankohet se nuk e hodhe topin mirë, mund si nuk varet nga loja ati tjetër, po varet nga vetja tjetër, dhe themin e ja sheshja Midani, ja muqo kapetani. Kush është ai që të ka mundur këtu? Më kanë Piro Kokelari, për shumë që është aty, të ka mundur. Po ti kë ke mundur në një që njohim, ne? Shok e kam, se tash Agro Musarajn e ke mundur? Jo, ka qenë peshë më i lehtë. Ishte peshë tjetër. Hari Dhelprën, që ishte kampion absolut. Në Berati. Vllezit Dhelpra, të tretë fuqishëm, në një moment si duket më në vlerësoj. Po Fatmir Keli? E njoh Fatmir, po s'ka qenë me mua në peshë. Jo. E përshëndesim Fatmir, se dhe ai janë zakonshëm. Pa, gjithë muncat ne mlidhemi vazhdimisht dhe tash i kemi Lidheni, ë? Po. Po mirë, më fal se ndërpreva me vllezit Dhelpra, çka kishe një kështu? Me Hajriun, në vlerësoj dhe e hodha tuç. U hapi ora tha, po çfarë ata, si ma futi kështu tha. Dhe dolëm kampion në vitin 80 si Dinamo. Ti gjithmonë me Dinamon ke qenë? Me Dinamon, po. Po si me Dinamon edhe te policia? Sepse në kohën që u kaloi te Dinamo, Partizani kishte kampion gjithë, s'kishte nevojë për mua. S'kishte nevojë. Ishte mlan, ta merreni. Po me Fidel Yllin? Jo, shpesh më i lehtë. Shpesh më i lehtë. Çfarë peshë kishe ti? Unë isha pesha e fund, e 9 ose e 10. Sa? Do ishte 86 kg, 90 e 100. Po Fideli sa ishte? Jo, Fideli ka qenë deri 82. Në fillim, pastaj më vonë ka lëvizur peshë. Por që ne mundsat të takohemi, pra japim dorë një tjetrit, ndeshemi, japim dorën dhe harrojmë gjithçka. Tani kështu të bën kjo një sport i ashpër burrëror, të bën kjo të ashpër edhe në jetë? Jo, mundsat janë njerëz që s'bën sherr fare. Në radhë parë. Ti si bërë si sherr? Jo, sherr kam bërë. Po kur kam marrë vesh se kush janë, pastaj janë tërhequr. Mjafton emri. Shiko, unë jam rritur në Babru. Edhe kur bëja një lloj autoanalize, shkolla e Babrojt, pra si komunitet, për mua ka qenë shkollë e jashtëzakonshme. Si aty kishte gjitha, të mirat dhe të këqijat e shoqërisë. Pse kishte nga shumë zona? Në gjitha kategoritë. Babrojt ka qenë model i të gjithave. Edhe kështu që bëje shkollë e Babrojt i mbijeton në çdo vend. Nuk e di, kemi foto tjetër, Regjia? Nuk kemi foto tjetër. Skënder Dota, po nuk mjafton një emision të i thuash ti të gjitha. Unë do të ftoj përsëri se gjithoj gjëra kemi lënë. Me kënaqësi, unë ju falenderoj. Është një moment që duke se po lavdrohemi. Jo, i meriton të gjitha sepse faktikisht unë për dy gjëra mburrem. Po. Në veten time kam qenë konsekuent me ligjin, një dhe e dyta gjë më e madhe që mua në shërbimet që kam kryer si në forcat në respekt, kur kam qenë në Shkodër, nuk kam vrarë dhe s'më zhvrar si polic. Nuk e vrar ti? Po, dhe s'më zhvrar si polic. Do ti s'ke vrar askënd dhe as si policë po zhvrar. I kam kapur Roland si Skënderbeu që përdorte pak forca, jo ushtrit madhe, me pak forca i kam kapur dhe i kam çuar te vendi.
ose kam dërguar fjalë me njerëzit me farafisin e tyre që të vinë vetë se po ka pasaj është tjetër gjë. Po është historinë vete, sepse thash duhet që njeriu të jetë shumë i kujdesshëm, se në këtë realitet shqiptar, që është shumë flu, diviz, vrasja është me pasoja, ne na ka ndodhur në policinë e shtetit që 300 polic është dekonspiruar. Operacioni dhe është vrarë polici? Jo, është dekonspiruar kolegu. Ka ndodhur, nuk është në jashtë që i kanë bërë be familjes viktimës që ne sa kemi vrarë. Unë edhe tjertë kanë thënë e ka vrarë filani. E ka vrarë filani. Këtë janë ato pjesë të errta tonat për cilës duhet murremi, po duhet zëmë mend. Të lumë goja që e thek këtë gjë, sepse i vlen shumë policisë. Dhe unë të falenderoj shumë për këtë intervistë. Do kemi dhe raste tjera se ndër Doda paska jashtëzakonisht gjëra për të thënë. Fut dorë në nxirr. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni për sot, publicitet dhe nga ura Lançafoku. Mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistroheni si klient dhe menjëherë do dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.